Po e filloj unë edhe njëherë një cikël të intervistave, të bisedave me pjesëtarët e njonës për industrisë për cilën unë pik talenti nuk kam, të muzikës. E kom bo një cikël të intervistave ma herë, tash jem kthy prap, e me gjas këtë herë, po du m'ja nis taman pej temelit. I shihni ma pak, marrin merita ma pak se ju takojnë, e kam fjallën për kompozitorët, e konkretisht le të themi Florenti Boshnjaku është një farloj sultani, patriarku i kompozimit. Florent, faleminderit që erdhe. Faleminderit shumë, kënaqësi me qenë. Kena pas lanë moti. Kemi lanë moti, po që i ka ardhë momenti. Që i ka ardhë për zveti. Qëre, me në isha dhe isha le të krijohen kushte më të mira dhe isha nështë heket pak politika për anit parë, e kthehemi nuk po ndodh kë. Ja, kjo s'ka më ndodh, për ashtu se kishë gokur këtë intervistë. Po hina paren. Qysh më shkon? Mirë, Berat, faleminderit edhe kënaqësi me qenë pjesë e emisionit. Ne kemi një miqësi shumë gjatë edhe gjithmonë bashkëpunimi ka qenë, me të vërtet, ka qenë kënaqësi. Edhe sot po e ndi veten shumë mirë që kemi ardhur me fol për muzikë, jo për politikë, edhe pse në këtë moment që jemi të zhvillu këtë intervistë, politika e ka është në kulm dhe jo veç këtu, po në secilin aspekt. S'kumpon, që më thonë, bashkëpunëtor që kumponu në herë me të, që edhe në ora 5 të mëngjesit më ka dhënë energji pozitive së kurti. Se këtu njerëz të shohin programin në vitin 3 edhe shohin të paketuar dhe thojnë. Po thonë mirë, në rregull, po. Vazhdojnë me pije me ëngre, nuk e din aty çka u bë. Mbrapa ç'është. Kështu që është kon fantastike, domethënë programet më të mira të shtatë dhe programet më të mira të vitit 3 në herë që janë kon i ke bë ti, kështu që fatkeqësisht edhe aty e kon mbrapa, njerëz nuk e kanë pa që po e bën. Çush është që ke ndjenja, si më thon, kur je mbrapa. Kur je mbrapa. Po vetë fakti që e bën një punë e cila shumë përpara, të bën me unë i mirë. Në anën tjetër nuk e kam problem se jam mrapa kur e di që çfarë pune jam të bo. Kështu që për mua satisfaksioni më i madh është kur që ajo punë del bukur para publikut, punë njerëz të kënaqur me atë program. Unë që ato e marrë satisfaksionin. Një dallim shumë i madh me botën edhe në Kosovë, ata që janë mrapa paguhen më mirë. Për fat keq tena është e kundërta, ata që janë mrapa nuk paguhen aq mirë, nuk mu i anku mirë, po gjithsesi janë ato drejta që ata njerëz cilët e punojnë atë punë, drejta e po flas se kam fjalën për drejta autorit, për autorësie, për shumë punë tjera, ku domethënë autorët ose ata njerëz që janë mrapa, me të vërtet ju vlerësohet ajo punë, edhe ju vlerësohet në kontinuitet edhe pse janë mrapa ose publiku nuk i njeh. Në atë formë ata krijojnë edhe një farë forme atë kënaqësinë dhe mundësinë që me bë program pa qenë përpara me qenë diçka jashtëzakonshme. Një herë nevojën, domethënë kur ngon një hit që dikon që u bë, si më thon ka shpërthy dhe nuk janë pakta janë, kush e disa, si më thon edhe mi thon dikuj hey unë kam bërë çcala me këtë. Po këqëre prap po thon po mbrim prap të njëjta përgjigje. Ajo dëshira për me bë diçka të bukur, kënaqësia kur e ndjen një këngë ose një punë të suksesshme, e cila ka dalë para publikut edhe publiku me të vërtetë e shijon e don edhe kënaqet me atë punë, për mua ka qenë ndër vite, ka qenë diçka që më ka përmbush, edhe ende më përmbush, edhe nuk muj me paramendu vetëm pa muzikë. Edhe normalisht që nuk mendoj që kam nevojë dikuj me i tregu diçka, mendoj që puna vetë flet. Normalisht në anën tjetër, po flas me njerëz që unë kum bashkëpunu ndër vite, jam falenderues edhe për ata njerëz. Tash edhe për ju e cet këtë pak më herët, e tha edhe vetë Berat, ka qenë kënaqësi. Tash shumë njerëz e thojnë, për mua kjo është edhe një kënaqësi tjetër, që e thojnë edhe jam falenderues. Edhe unë jam falenderues për krejt njerëz që kum bashkëpunu. Në anën tjetër, është një moshë që te pritshmëria ka qenë ndoshta më ndryshe, sidomos ta quaj në aspektin ligjor në këtë vend, ku më shpresu që problemet që i kemi pas ta quaj ndoshta para 30 viteve ose më herët, ose sidomos mas luftës, mas çlirimit, ku mendu që kemi jo me po kemi me vrapu për me i rregullu, me sanu. Me i sanu ato. Po flasim për piraterin ndoshta. Pirateri, drejta autorit, shfrytëzim të ndryshme, domethënë unë kum fol vetë ju marr 7 vite të jetës time deri në vitin 2019.
i kum kalu, kum shpenzu shumë edhe të holla për me u marrë me drejtën e autorit që me qitë në breg. Hiç Florent nuk ka përmirësime në këtë fusha. Për fat keq, shoqatën cilën e kum udhëheq deri në 2019, pastaj e ka udhëheq Genc Belbukaj deri para një kohe. Ajo shoqatë tani është shu dhe është tërheq licenca prej ministrisë, tash është një shoqatë e re e cila është licencuar për drejtën e autorit. Mirë po për shembull kanë qenë 2 momente të cilat unë i kum thonë pa e ditë. Pa e ditë që mundemi me mrije. Momenti i parë ka qenë pandemia. Ku në pandemi krejt kjo industri ka mjetë pa punë. U trëndit. U trëndit deri në themel. Po, se shpenzimet e nalta, shpenzimet se hyrat e vogla ron. Hyrat zero praktikisht. Po sa ata u patë mësu shpenzimet dhe hyra me koncerte. Po kur nal njëna, pastaj thonë të merr. Domethënë ka qenë një moment i tmerrshëm dhe në ato momente edhe kjo është arsyeja pse ekziston e drejta autorit, sepse një autor mundet me funksionuar në një formë ose një interpret ose kushdo që është, mundet një moment të karrierës me pas sukses dhe një moment shkon për çfarë do arsye, mundet me qenë shëndetësore, mundet me qenë artistike, familjare, sa më rëndësi. Mirë po ajo pjesë, ajo periudhë ndihmon që ai me pas një farë forme pensioni, edhe me pas një siguri të punës edhe një shpërblim për punën cilën e ka po. Qysh ndodhën këtë botën e civilizume? Këtë botën, pa diskutim. Edhe pandemia ka tregu që ka qenë moment katastrofik, do me thonë, për kretë këtë industri. Edhe shumë njerëz dhe kanë kuptu sa është e rëndësishme ajo punë. Për fat keq, nuk është kuptu edhe prej, mos thëmë prej njerëzve që udhëheqin këtë vend, po dhe prej publikut, sepse dhe publiku i ka kushdu. I ka kushdu deri në formën e asaj që ka thonë, ajtë se bol ju keni fitu, keni punu, reni, ose për shembull kur komuna ka ndihmu këtë industri, njerëz kanë thonë njerëz po vdesin, ju po ndihmoni muzikën. Do të thonë, unë komende njerëz në familje që thonë, Florent, me çka mirësh? Thom, pa e me muzikë që 40 vjet, po me punu, çka punon, na punon najser. Do të thonë nuk e marrin muzikën si profesion. A imagjinoje një botë pa muzikë, do të thonë, imagjinoje sikur mos me ekzistu muzika, do të thonë, çka kështë ndodhur me neve? Po kjo është momenti i dytë që deshta me mri, është inteligjencës artificiale, ku shumë njerëz tash i ka kap panika e inteligjencës artificiale. Edhe mrim te përgjigja që veç e tha para 2 minutave, paramendoni botë pa muzikë. Mundesh me paramendu një botë me zhurën që e bën inteligjenca artificiale, cila për shembull këtë moment brenda javës ose brenda muajit prodhon më shumë muzikë se kretë s'është prodhuar vërzimi, miliona këngë. Mirë po, ajo me një moment që atë shumë saturohet, mbushet, që aja ka lënë në zhurë. Se mos ka, ato janë informata të cilat e mlidhen. Qashtu? Ka këngë që njerëzve kam ju pëlqy, kam ju dok interesant, mirë po, edhe kja pjesë më rinë deri te regulli ose regullimi i ligjit se çka mundet me u publiku ose çka s'mundet me u publiku për institucionit, e drejta jote me prodhu, me bon shpiti çka dën, kërkush s'mundet me ta mohu, po e drejta çka publikohet ligjërisht, edhe si regjistrohet, për shembull, unë e kum përcjell shumë punën e AI-s, sendi problem në botë, problemi numër 1 në botë që diskutohet, është regjistrimi i punës e cila prodhohet nga inteligjenca artificiale. Sepse inteligjenca artificiale nuk mundet me regjistru një punë autoriale. është maqinë. Për me regjistru një punë autoriale, duhet me regjistru Berati, Florenti, individi. Nuk mundet një maqinë me regjistru pronën si pronë autoriale. Po jo dejtash? Jo dejtash. Më ngru një numër i madh i ligjeve për më marrë dejtaj? Jo, ose duhet qatë punë që e bën inteligjenca artificiale, duhesh me ripërpunu, me shti dorën e njerit në produksionin e forma tjera, në mënyrë që me pas dorë edhe njeriu, edhe në mënyrë që ti me regjistru si pronë të tëndër, ose autorsi që ti e ki punu. Në të kundërtën, nuk mundesh me përfitu prej saj. Ajo nënkupton që në një shtet ku edhe funksionon e drejta, shtëpit të cilat miren me drejtën e publikimit, që ja japin drejtën pastaj televizioneve, radiostacioneve, çdo send që me shfrytëzu atë material, ata nuk mundën me dhoni këngë cila është të punu prej AI, e cila nuk është të regjistru me kërkon, edhe veç me vendos ti në televizion edhe me bot shefe edhe me e shkatru komplet një industri. Pse po ki shef po do këtë interesant. Si tash është të ndodhë me një vajzë në Prishtinë, është ta quajnë ndoshta një eksperiment social,
që dikush e ka bo për content në Instagram ose diçka, është një vajzë e cila është ka sillet, mirë po e kum pa që edhe televizionet në Shqipëni sidomos ja ka nisë me fol për atë punë, me vendos në televizion, me vendos në për... I qëka është e vojzë, se pas na... është e punu me komplet me AI. Me AI, a? Muzika, figura, video, çdo sent. Shishi. Po, tash problemi këtu është, kur gjozë, prapë po thamë, ti mundesh me bo çka do. Ajo në djem, ajo në vajza që kanë bo atë punë, nuk e di. është e drejt absolute e tëne. Mirë po, nuk mundet me qenë e drejt absolute e një vendi, ku për shembull e keni industri e cila i pagun taksa, punisna prej vetës, edhe mundosh me qenë në raport korrekt me këtë vend, me institucione, me çdo sen, edhe me ardhi kush i cili pa kur far rregulli, pa kur far ligji, vendoset në institucione dhe njerëz me thonë, po shumë mirë. Nice. Ka thonë, bëj mirë super, po, bën e ti, ose shkollat e muzikës, ose akademit, ose njerëz që merren me muzikë, ose krijues muzikor, ose interpret, dhe me thonë me qenë atë që letë, që për shembull një sen po i marr një shembull, në këtë moment është një marrëveshje që është u bë për blerjen e Warner Bros në Amerikë. Po, Paramount për blerje, no? Po, Paramount. Ka qenë Netflixi në garë. Në garë me e ble. Edhe këta kanë ndonë shumë ma shumë, kanë ndonë 30% ma shumë pare për me e ble Netflix. Jo, Paramount, për me e ble Warner Bros. Dhe me thonë, ky biznes në botë është multibilion dollar biznes. është biznes shumë i madh. Ti po përzihet është shtëpia bardhë, domethënë. Po, absolutisht në ato vendime në sen. Kur përzihet edhe shtëpia bardhë, ose pe marrim, tash po kaloj edhe në një sen tjetër, në një vend i cili mundohet me rujt, sidomos në këtë moment, si Amerika, traditën kulturore, në këtë moment edhe racore, ta quaj, edhe në se cilin aspekt po mundohet me i kthy ato vlera, edhe mbron, edhe njerëz investojnë, domethënë, në content ose diçka që është prodhu prej njerit, japin miliarda për me rujt edhe me shfrytzu në mënyrë si duhet. Do me thonë, një biznes të tillë nuk shkatërrohet prej askujt në të përkundrazi mundohet me mirëmbajt. Me kultivu. Me kultivu. Çka ndodhena për fat keq për atë arsye po them është dëshpëruese që ne jemi me një eufori, ta quajmë mëte. Edhe shkatërrohet edhe çdo sen. Mune e kuptoj, do me thonë, se shumë njerëz edhe frigon, mande i kum pa në industri që e ka një farë frige, a kanë me mjetë pa punë, ose që ka me ndodhë. Problemi i AI është si se cilin ndryshim. Për shembull, ne kam një gjenerat që kun kalu prej ndryshimit, prej shiritit në pjesën digitale, prej studiove të ndaku kalu një orkestër në synthesizer i cili i ka bo krejt, prej një këndimi, deri te autotune i cili ka kriju trend, prej dramsave rritëm mashin ku është kriju hip-hopi, është kriju muzika elektronike. A është AI gapi më i madh që ka ndodhur, domethënë se mirë që i përmend këtu, domethënë. A është komplet një bish tjetër AI? A është, si mos thëje, thjesht evolucioni, po vjen edhe nuk është ndonjë gjë që është absolutisht është evolucion i asaj. Normalisht që e ka ndru lojën kuptimin që e ka thjeshtësu për shumë njerëz me pas qasje, po njëjtë edhe synthesizeri e ka ndryshu qasje. Për para, për shembull, ki pas orkestër për me kriju diçka, mande kam rri me një kompjuter, që ka qenë pa imagjinueshme që një kompjuter mundet me bo një produksion të tillë, para hiç më lart se para 30 viteve ta quaj. Njëjtë AI kam rri me një pikë që njerëz thonë, për një mirë, po është zhvillim natyral. Nuk mundet njerëz kanë me lyp një formë të arktimit, fillimisht. Ne bisedum, për shembull, në kohën e romakëve, njerëz që janë arktu, kur dikush ka dalë, ka luftu një kofsh, derisa ka myt dikush dikon. Ose mandej kanë ardhur pjesa e dy luftimit me shpata, ose sot është shumë groteske, po çashtu janë arktu njerëz. Po ajo është arktim. Nuk është kulturë, nuk është tradit, nuk është diçka që për shembull njerëzimi dallohet prej kulturës, prej traditës, prej gjuhës, prej muzikës. Muzika ka fillu para 50.000 viteve, ose më shumë. Me një fylli është i pari, si instrument i zbulum. Besohet që është prej eshnave të kafshë. Do me thonë,
ka dikun ma shumë se 50.000 vite, besohet në Sloveni që është gjetë. Qa po thuve? Edhe mandej ka ardhur civilizimi, pjesa e Egjiptit e civilizime tjera, por veç kanë pas muzikë shumë ma shumë të zhvillume. Po muzika nuk është entertainment, nuk është veç argëtim. Është diçka ma shumë se qaq. Ma shumë se qaq. Po, është kulturë. Është kulturë, diçka që i ka lidh një. Fiznore është, nuk është po. Për shembull, një fëmijë kur del, dana vet i kënon. E vërtet. Në ndjep, na kemi kulturë që i kënojmë një fëmijë se ndjep. Kultura tjera i këndojnë fëmijës, i këndojnë nëse kanë pas rituale të ndryshme, ku ju në kënd gjithmonë është këndu, por që ajo i ka lidh shpirtnisht. Qa po mbjen nërmen mu është, kujna konë dvezin në fshat, e kemi pas të lojnat e kapuqave, dhe në fund jënë qua kanë kënu një tjetër. A diskute, po, ja kanë ati humësit, i kanë kënu ati, po të komen deri të huna, që me tani edhe erën e qërapave. Se nuk është që i kanë ngërës do ditë qërapat. Por që ideja është, pra po thom, jonë kultura nuk është që kjo ka me u zhduk. Kjo veç atere mundet marrë pikpyetje, njerëzimi a donë me zhduk komplet vetë vetën, me zhduk kulturën, ajo është diçka një pikpyetje që kërkush nuk mundet një u përgjigj atë që thjesht. Kur ke vendosë mu morë me muzikë, Florent? Kur i kum pas 4 vjetë, 5, po 4-5 vjetë kum qenë, motra ime ndjerë tash veç se, ka lujt me fisharmonik. Okej. Edhe mund ka bo përshtypje shumë a instrumente, edhe kum pas marrë aja pjesa majtë që quhet bas, bëjke si anije, mu do ke interesante, mu një farëse, dikur ja kum njësë këtë dore në djath, edhe të qenë që unë e kom prej ardhjen prej Gjakovës, të e pas babën të ndjeri njëjtë të Gjakovës, i cili ka qenë shumë merakli me pina i gotë. E vërtet. Edhe gradualisht shumë kanë ki ku mësu prej ti, se më shtike me ajo që të kena i gota në diçka, edhe unë gradualisht të përcel. Më zonë, kum fillu shumë herët, kum fillu praktikisht moshën si ta quj 6 vjeçare veç me bo muzikë. Hoxha shumë, po. Moshën 8 gjys 9 e kum pas zgjerimin e parë televiziv në radio-televizionin e Prishtinës, në atë kohë i kum lutë me ma gjetat. Dhe më thonë para 25-6 vjetëve. Më kanë premtu që kanë me gjetë, ka qenë ka një Gjafolli. Po, në vitet 70-ta. Po, 78-9 aty dikund, ka qenë nga një Gjafolli i njeri, ka pas një emision për fëmi, edhe atë ka qenë hera parë që e kum dalë. Ke kënua? Jo, kum lujtë në harmoni. E me kënua, ke kënua e herë? Kur një lidhje s'ka me no. Ta shumë ka pështu e ajsa i po kënan. Jo. Po më ne i kënoj demot. Nuk këndoj. S'ke kënu as? Jo. Në solfeggio veç kur e kum shku në shkollë, s'ki pas qare pa i këndu notat, po me këndu s'kam lidhje. Po mendoj, ka shumë njerëz që mendoj se edhe kur i bëj demot i këndoj vetë. Po dhe po nashta të pira ki në herë ke këzë. Shumë njerëz më thonë, kur i dëgjojnë demot, po këtan shumë mirë. Unë i ndreqi. E vetë mja ka qenë Alma Bektashin, pa të thonë isha një herë, ja pa ta punu një kangë, edhe ja dërgova demon, to i këndu une. Edhe po më shkruan, po më dojtë Florent, tha, apo më shkruan nota, tha se kur gjos jam do të marrë vesh. Kështu që nuk... E ma ne vazhdove edhe vitet 80-ta, dhe më thonë mu marrë me këtë... Po, dhe më thonë mu villu shumë herët. Në vitet e 70-ta kun qenë veç prezentimin e parë praktikisht e kun pasën shkollë fillore. Unë e kun kry shkollën fillore për klasës parë në Fajkonica, tërë është qujtë Acamaroviqa e shkollë. Edhe në patë shtim susja me dalë me lujtë një vale me këtat klasës. Edhe susja po më thot ta Florenta, masi është hera parë, shumë i vogën. Tha rimas perdes, tha edhe në qofë se gabon, tha nuk të shojnë kështë po gabon. Edhe ata kishë me lujtë vale dhe ata e nisën me lujtë vale, unë janë nisa me lujtë me harmonik, edhe shumë mirë lujta. Edhe me një moment ka qenë aja karika me kom, edhe shtina këtë komën për fundin, që me dalë pak me shty vetën, që me pa po viku. Deri sa u kry aja vale, unë e vishë isha në mes. Që me më pa të gjithë. A i ka qenë prezent. Morë vetë besim, do. Shumë vetë besim. Dhe gjithmonë e kumë pasat në ashta qaja dhe më kanë ndihmu. Mos thëmë, përveç vetë besimit ka qenë me të vërtet knatësia për me ekzekutu edhe me qenë para publikut, e kumë shiju shumë. Shumë e kumë shiju muzikën. Mandej, kumë fillu në qendrën e pionerve, ka qenë, është qujtë atere qendra pionerve në Palatin e Rinis, ku përmes qendrës praktikisht kumë marë pjesë në krejt festivalet e Jugoslavisë, që marë për fëmijë, për tritën,
doja nis prej Slovenisë, prej Sarajevë, Zagrebit, Beograd. E këto pa ti depërtu në festival të Jugosllavisë, a ke kompozu në ajo atëherë? Sa më i menën e nështë Armendi ka pas kënum në atë festival? Jo, deri në atë pikë, unë ma shumë kum ekzekutu në për festivale. Do me thonë, kum qenë në përkrit këto festivale, me kompozim kum fillu, tash po e tregoj, pak ma vonë, mirë po deri në atë pikë ju marë me ekzekutim. Edhe deri në atë periudhë, do me thonë, kum qenë festivalet, çka kanë qenë më të njoftuna, po në atë kohë kum përfaqësu edhe ish Jugosllavin. Në Turqi, për shembull, kemi qenë festival për krejt botës, e kemi pazuar vendin e dytë. Pa ta dalë në stadion Beşiktaşit, pa ta bëu muzikë para 40.000 vetave, më drejtshin kohë, domethënë ata më shumë po. S'pas ke pas në herë audiencë më shumë live. Shumë audiencë e madhe. Ka qenë kryetari i Turqisë Turgut Özali, patëm shku me bëu muzikë në rezidencën e tij. Jo. Po kum qenë në atë kohë. Kum bo muzikë me orkestrën e Esmail Xhepovës, për shembull Sarajev, kum bo muzikë shumë, ajo më ka ndihmu me njoftu shumë kultura të ndryshme të Jugosllavisë. Shumë njerëz, grupe të ndryshme, kultura të ndryshme, në shpirt e kum pas rock and rollin gjithmonë. Po beti kum po, në vënë kum kuptu ti me Tricën, me Agrën Bajrami, kishit pas bo muzikë bashkë. Po, kena pas band. Po ajo ka ardhë ma vonë, në incizimin e pari kemi bo dikun 85-86 Radio Prishtinë, kemi bo me grupin e ka pas emrin Horizonti, këngëtar ka qenë Duhaxhin Lipa. Duhaxhin jo po? Kushin ikon ti Duhaxhin? Driton Ukmata, Flamur Ahmeti edhe Mentor Haziri. Mentor Haziri? Jo mentor, tjetër mentor, është arkitekt. Po se është majri është? Jo. Kjo po mduket o majri? Do me thonë, kemi qenë qaj band edhe... Do me thonë, ka roku i e konë? Rock full dhe... Po anë është edhe për arsye që rokës është konë shumë profitabil, do me thonë... Jo, edhe ka qenë shumë interesant, po e tregoj një histori... Po e tregoj një histori shumë interesante, do me thonë, një kumë fillu shumë me rock, Agronin e përmende, Bajrami, mande ka qenë grupi fillimi i fundit, ku kum punu me ta, kemi pas shumë këngë të incizume në fund të 80-ave. Aty ka fillu ta quj krimtaria. Po, që kretë këto grupe kum incizu shumë, me kretë këto grupe kum incizu në Radio Prishtinë. Edhe ju më njoftu me shemin të ndjerin e grupit i Lirët. Dhe me thonë edhe kemi punojshim këtu në part natës në Grand. Punojshit aty, a? Po, ka qenë strip bar. Jo. Po, në atë kohë. Strip bar të dhejta, në fund, po. Punëtor për klavishin. Unë s'pësha, s'guzesha me ki, unë punojsha aty. Po, ka qenë jashtëzakonshme ajo periudhë. Edhe rock and roll, tamam. Edhe kur u krija ajo pjesë, ku më vazhdu, do me thonë me Ilirët, po në atë periudhë ju njoftu edhe me Nejat Maculo. Unë bo muzikë me Nejatin, me Tentin, edhe mandej kum fillu me kretë këta muzikanta tjerë që ka qenë Babuka, Gezat, kohës që i kemi pas, me grupe shumë të ndryshme, mandej kum qenë në turne me Minatorin, me Shemin, derisa ka ardhur dikun vitin 91, Sinani, Vllazaliu më pathirë për herë të parë, hajde me neve, bëjsha unë edhe popullorin ai diçka. Bëjsha edhe popullor. Po më thatë, a më kështu i femër më shumë me kishë rukë? Jo, tankon me rock and roll. Edhe me Sinanin po më thirë herën e parë, sa shove pa lidhje, si mu do ke, qka po di unë. Edhe në 93-ën ishim të nejtë, po më thatë sa Florent Sinani prapë, ishim të nejtë me një lokal, ta po vjen bre, tha se bëllë në lodhe me atë rock and roll, hajde me bu muzikë me neve, tha se po shkojmë në Amerikë. 93-ën? Po, kur më tha po shkojmë në Amerikë, mu do... Ti ushi Amerika, ma shumë se muzika? Shumë e mi ushi Amerika, sa shanive Sinan, hajde, super, po edhe Sinani kisha shumë respekt, normalisht, Sinani kisha shumë me emen, ishte edhe në atë periudhë, edhe po thot tha, po kjo në kupton prej nesër, du me fillu dasma e qka i kanë ato. Po, edhe më përshkoj i pëthom në gjatit e këtë në shurë, vetëmi, dhe shkoj në dasma, arot këtë më abet, shkum të nesër me në darsëm edhe bo muzikë, edhe unë rockere, dhe më thonë asë që u kry dasma, u kry i mora paret edhe përshkoj në shpe, u knaqëm na me Sinanin, më abet, po qonan me nxezë edhe pishani grumëll pare, në gjep. Edhe për thiri Sinanin, o Sinan, mos me kjedhon paret e bendit. Jo më rejdi ata jo paret e tuja. Ta unë që sa jo më të thirë, ti po dojmë shku me bërë rock. Këtë dorësëm? Kemi qenë në Tërnavc. Tërnavc? Presheva? Presheva. Qa po thuve? Edhe ata thujnë kanë ma shumë parë? Shumë, do me thonë, edhe nuk më isha me besu që mundet njeri me fitu atë shumë pare.
Edhe që ti vendose mu konvertu me dhona? Konvertova full në këtë fen tjetër, edhe mandej... Puna ishte atë bëllizaj? Jo, po qka ishte knatësia ma madhe ka qenë që mandej e mërë shasintin gjatë kohës që kisha periud, nuk i pëtësha, veç i pëtësha ku jeni sonte, të ishin në ashtun kurrizës e dikun, veç e mërë shasintin shkojsha. Pa kur gjej, që as pa pages, as pa kur gjoj, veç me bo muzik me ta. Po, me në gjatë, me nanin, me këta babukën, veç që të isha ku jeni. Këtu jena, po, veç shkojsha në mramje, veç për qef, se kisha nevoj me nejt me shoke, me kështu. Po në anën tjetër, kjo pjesë mandej është zhvillu shumë, deri sa ja kum nis praktikisht në qatë moment ja kum nis edhe kum pas mundësi me investu në studio. Në studio, që mi anis me kritari. A do më thonë, kjo të ndihmoj pastaj... Aja ma mundësaj... Ma përshë konceptin, do më thonë se njerës ka njerë nuk dojnë me kuptu sa të rëndësish me janë pare, do më thonë se... Jo, aja më kështë mujtë me vdik, kushtimisht i ndershëm anej me shijet tuja, po ma nej kontributit... Po në momentin e parë që kum shku në Amerikë, do më bashkë kum qenë me Sinane, kemi qenë me Besnet, edhe në momentin e parë kum kërku me shku me ble një synthesizer me cilin mund është me kriju. Që këtë ndryshimi e AI, se qaj momenti ku synthesizer janë... Nuk eksistojnë të këtaj, do më thonë... Jo, ka pas veç një individ ose jo, me egzistu heq se heq, po në Kosovë ka qenë Naimi edhe Gjevdet Gashti që kanë pas një instrument të tillë që me mujtë me prodhu muzikë. Okej. Edhe unë si bona paret në Amerikë, thash si na po du me shku me blesintin, po shkojmë për e marim. Edhe po tash ai pronari që punojshin atë ai na i rujket hollat. Edhe po shkojmë për që thonë ati, thash, ai tha kur të vynë paret, unë ju ja, po aden që mos mjesi. Thash, apo mi e paret, do në rronë djalleri. Thash, çfarë pare? Thash, po qatu pare që kum punu se bëdu me ble instrument. Tha, e vetin tok bukës, këtu vlej, në 93-ta, njerës pa punë, kriz, shenë, ti donë me ble instrument, ishte një dreqë gjysë, $1,000, po. Thash, aje tha, okej, janë paret e tuja, kur gjohë nuk e si, po aje e sigur. Aje si nani, jo, e sigur t'jena heq, ti mos që edhe unë e si. Shkuna e morëm atë synthesizer, edhe mas asaj kum bo, kur e kum pru atë instrument në Prishtinë. A dishe më gjithë në to, Florent? Po, janë isa me një herë. A janë isa me një herë? Po. Edhe sa kum qenë në Amerikë me telefon, se atyre s'ka pas YouTube, s'ka pas libra, s'ka pas literatur, nuk ka qenë ka që letë si sot. Po në telefon, sa isha tjetë... ChatGPT-in që gjysh mund më si, po vetë të mësu të bo. A mojnë a ka bo mi ma budovë, stashtë, se për para du si më thonë komplet... Absolutisht. Do me thonë tash për e lidhë me një histori tjetër prej Sinti, do me thonë unë prodhoan, atë vite ku më prodhu albumin Viza C të Gilit, që ka qenë super albumi suksesshëm, Viza C, kjo që e kënan ende... Ti ki kompozitu? Jo, e ku më orkestru komplet albumin. Mande ka ardhe albumi 8-2 i Sinan Vlasaleo. Sinoni. Edhe ata e ku më bo kretë. Mande ka në ardhë Moj Bjondin me sytë e zi, që e ku më punu edhe edhe atë album. I nga të vull për vitin 93-4-5. Po, qartë. Cili u konë hiti i parë, dhe më thonë që... Po thonë prej Viza C, 8-2, Moj Bjondin me sytë e zi, kreta ato albume që ka në bo. Mandej Beka ka pas si atë 95 hitet e para, kretë që ka në bo, i lirët prej mora testin, kretë që ka në punu, në atë kohë në punu prej meje. A mërshi pjesë me, ke marë pjesë, po besej në festivalin e TVSH me po, atë ja kom nisë mandej ma vonë me o marë. Te kom pas krimtarin, full, u pa ta koncentru në këtë pjesë. Mandej ja kom nisë me hip-hop. Që shokon me bo muzikë, se për një numër, unë me djallin tem kur foli ka njëherë, ma i vogli, se apet qika diçka mojnë mena, po këj thom hejs, s'ka pas as internet, as kur gjo. Për ato, si me thonë, i shkymet filmi, që s'ka pas, vë thejsha, as rrim s'ka pas, apo kuptan dhe i Kur gjej s'ka pas. E ajë nuk mundet me imaginu. Që shokon me bo muzikë pa YouTube, dhe me thonë, pa Spotify, pa... Merë. Unë e kujtoj, kër e kum ble kompjuterin mandej të parë, dhe më thonë që aty në 94 për me prodhu muzikë, kompjuter profesional të quj, edhe kër e kytësha kompjuterin, i lidhjes kum pas se qysh me e përdor. Që dhejshë shqiptar për atë migravi unë dhe kënës ma një herë të këqyri. Edhe e këqysha ato, s'kishim ku me marrë informata dhe mandej e nalësha, edhe prap ju këthejsha kësaj pjese. Edhe... Kur ja ku nisë me mësu me punu me kompjuter, mandej ka qenë një dëshirë e jashtëzakonshme se s'kemi pas shkolla të specializume për me marrë ditëni për teknologji. Në shkolla ti kryme ti? Edhe mandej ku shku në Londër për teknologji, mandej ku shku në Amerikë, ku kry për teknologji po. Edhe kjo është çka ku bo.
Mirë po, ideja është që në fillim, kur janë nisha me programu, rryma, për shembull ti programojshe, unë harresha me bo save, edhe çka kun programu trional ke rryma, edhe ajo shkaj ke puna, se kun bo save, edhe unë bërtet Kurse në bën një senin e njëjtë. Ajo nana jam më thekë djalë jam se po bërtet, se isha po fshi, po ani aq se bën prap. Po bën çka bëjmë ne prap? Aty ishte për shembull Unë shkrim me shkut një dy herë, domethënë, kur na unalti si bëj dhe ja bota. Bota. Apo dem. Ke kishte asnjë momente. Ke apo kon pak pasion, sa në hera dytë kon veç sa me ekzapësh. Ose flopi, ose domethënë ka qenë momente të ndryshme që kemi kaluar këtë vend. Mandej kanë ardhur fundi i viteve 90, ku ka filluar hip-hopi, një ku fillu me hip-hop prej grupit 2x2, prej kretë artistave që kanë qenë matri, kemi fillu me ta, mandej ku migru prapë jom këthy në Amerikë. Mas luftës, kum dhe deri me një moment, ende nuk jom shkput prej Amerikës, jo. Është një qike lotja që merret me muzikë, Florent. Po, absolutisht. Që do të sukses me bluket. Luisa është në Amerikë studion, për momentin edhe është bajagi suksesshme në punën cilën e bën, ajo edhe ka linë në New York, na kemi lidhje të tjerëzakonshme me Amerikën, kështu që edhe jom krejt familja jemi shtetas të Amerikës, jemi shumë të lumtur që kemi atë punë, jo pse e kemi një pasazh, po pse e kemi një respekt tjerëzakonshëm edhe të dyanshëm ta quaj. Domethënë e ndi edhe veten ku shkoj edhe ku përjetu Amerikën e kum përjetu në një moment që e kum pas se çfarë respekti kanë pas ndaj neve, jo vetëm se na kanë ndihmuar në luftë, po edhe kum pa gjatë asaj periudhe se sa kemi qenë, mos thonë të ledhatun, po me të vërtet respektuar për gjithçka, sa me fat kemi qenë që na kanë desht, na kanë ndihmuar edhe na kanë respektuar për çdo sen që kemi përfasu. Uroj që me rujt këtë raport që kemi me ata njerëz, sepse me të vërtet për mu personalisht, për familjen time, është një vend i cili ka bo shumë, edhe ende bën shumë, edhe nuk mundem me paramendu vetën pa atë pjesë. Nuk të njerëzin atë vetëdijshëm, dhe më thonë, sa me fatje në akon na, në qatë aleancë, që i na gjetë që atje, dhe më thonë. Absolutisht. Dje lexojsha, keni qëto zhvillimet e fundit, lindjet mesme për kurd, dhe më thonë, njën ka pak i obsesionu me fatin e kurdëve, janë 20-30 milion njerëz kanë shtet, dhe më thonë, edhe janë raportet mira me Amerikën, po me gjitha tës për mund mi bo shtet, dhe më thonë. E na, diqysh... Kum pas 2 momente në Amerikë, për shemë kur kum shku, në ka pasë ndodhë në autobus, një qift i vjetër, i cili po pyta, më falni çfarë gjuhë, na ishim unë me grunë dhe kështu, sa çfarë gjuhë jeni të folë, shqip, sa prikajt jeni të Kosovës. Tha, mu i mi u përqaf, o qumë nga përqaf, edhe atë ka qketin e veta, se s'kom që kam i udhon tjetër një dhërat, po kom dëshirë me pas një dhërat prej meje. Momenti tjetër ka qenë, kur kom shku në shkollë me regjistru, më deshke certifikata shkollës mesme, cilën këtu mas luftës, e pa mundën me e gjithë, edhe e pa të nëthirë këtë departamentin e edukimit që kanë në Amerikë, të arsimit, do me thonë, edhe i patën pyet, e kemi një rast, dikush është prej Kosovës, patën ndonë dritën e gjelbet me registru pa certifikat të shkollit e mesme. Mandej e pata gjetë, ju pata dërgu, po do me thonë, kompromis mas kompromisi, vetë fakti, vetë që e kuptojshim prej kajt vjen, edhe sa ishin të gatshëm me në ndihmun se cilin aspekt. Ka pas hotline për trena, i ki pas, qofse ki probleme shëndet mendor, qofse je prej Kosovës, shumë njerëz nështë nuk e kam përmend këtë sen. Ka pas hotline që kanë qenë stikerat në për trenat të New Yorkut, ku ki mujt me thirë numër, qofse ki pas problem me shëndet mendor, apo probleme, trauma thjesht të luftës, që me mujt me i thirë edhe me i trajtu ato probleme. Do me thonë, këtu sende i kum përjetu vetë, jo pse i kum di prej dikuj. E shumë raste tjera, kështu që pra po thamë, jam falemnderues për një mundësi të tillë, për një diçka që jo vetëm mu, po kretë këtij vendi na ka mundësu Amerika që na sot mule edhe me fol shlirë, ku unë me moshën që e kam, e kum përjetu represionin, e kum përjetu ato se çka do me thonë me bo muzikë me të nxjerr instrumentet prej kafiqet në tonë, hajde ik piktujt, mos më ladh, e kum përjetu me mnalën hymje, policia, tumë për cilë, të më thonë, ku ke qenë, po kun qenë me bo muzikë, na jetojshim, jo veç familja ime, po për shembull edhe motrat e mia kanë qenë pa punë,
edhe prej muzikës teme, edhe më do të këtë që policia koshi në Dardani, policë, serbë, më kanë dalë edhe më theshin, ku ki qenë, ku bo muzikë. Sa ki fitu, kaq, ku i ki paret, nuk më shemë rejt paret në gjepë. Mi mërshim paret, si me thonë, 2 natës, para hymjes, po, mi thjesht në plaç ketëshin, mi mërshim paret edhe shkojshë në shpi, ki punu të natën pas 1 cent. Edhe u desht me qenë i lumë tonë që s'kan re. Po. Do me thonë, paret i kanë marrë gjithë po i lumë tonë që s'kan re. Do me thonë, e kumë përjetu edhe atë pjesë, e kumë përjetu një sen që ende e përjetoj, gjithë e përjetojmë, si krijues muzikor, ku për shkak problemeve dhe çdo sen ne ende për shembull si jemi as në Eurosong. Ende shumë kemi probleme o regjistru në shoqata globale që janë për drejta, për mundësi të cilat duhemi me i pasi si vend, si artist, për me mbrojt, për me shpërthy, për me dalë. Na ende kemi ato probleme për shkak politikave të cilat vinë për fatkeq prej Serbisë, të cilët ende mundohen mos me lënë vend për neve. Tash do të thonë, unë kam 50 kusur vjet, gjithmonë ju ballafaqu për gjithë këto vjet, ende ju ballafaqohemi me këto probleme, që është me të vërtet e jashtëzakonshme dhe është me kap. E kemi dëshmu, vetë e kum dëshmu, që kemi shumë njerëz tu përfshi dhe vetën që mundemi me bo më të mirën, me përfatsu këtë vend, me arrit rezultatet më të mëdha në fushë muzikës, kam masi po flasim për muzikë. Po. Kemi njerëz jashtëzakonisht të talentuar, kështu që është mëkat që mos me udhoni mundësi e tillë. Unë uroj dhe shpresoj për atë arsye po them që edhe vendi jon, po edhe publiku me ndihmu ma shumë këta njerëz që me zhvillu na kemi dëshmu, se di ma shumë se çka duhet me bo ma shumë me dëshmu. Mos të harrojmë që na përmenem bendin tem të parë në 86, ata njerëz Dua Lipa vjen prej këtij vendi. Nuk vjen si dikush që ka pas një prejardhje prej Kosovës, po vjen prej një familje e cila deri vonë edhe tash i kin ende me lidhje shumë të madhe në Prishtinë, Kosovë. Edhe shumë artistë tjerë, e ki Ritën, e ki Petrit Qekun, që është, nështë asë është i njoftën... Po, nuk është komercial. Po, kini Petrit Qekun që bon kërdhi në për botë me talentin e ti. Në zonë vjen prej këti vendi, e shumë artistë tjerë, cilë ndoshta asë ashtë njoftën, sa publiku me i njoftë, që kanë bërë suksesin e vetë. Neve sarë që nuk ka dhonë rasti, po flasë edhe për vetin, në kemi qenë në Eurosong, ende kemi një sukses me ronën më të madhin që kemi arritë. Me bo 5 në Eurosong. 5. Po, ende nuk ka mujtë dikosh. Po, jo kompozitor, po, i kongës. Kompozitor. Po. Për publikun, kompozitori, a mujna me thonë që është, si me thonë, sikur arkitekti për shpinë që është, dhe me thonë, një varloj arkitekti, pra njerëz pastaj punojnë aty, po pa qatë planin e arkitekturës. Ajo është baza e një këngës, po zakonisht për me pas një këngë sukses duhet të gjithë komponentet me funksionu. Qartë. Kompozimi, duhet teksti, orkestrimi, normalisht edhe në fund është interpreti cili jep shpirtin asaj këngë, po çdo sen fillon prej kompozimit, sepse nëse se keni kompozimi cili e qet në pa një vokal cili ka talent, s'ki bo kur gjo. E kallëzëm ti, dhe me thonë, a kompozon këngë pa pas në mendje këngëtarin, a që shkojnë që tu? Zakonisht këngëtari vjen me kërkesë. Do me thonë, ka dhe këngë cilat i punoj pa e pas në mendje individit. Mirë po në shumicën e rasteve janë punë të cilat thjesht vinë me kërkesë të këngëtarit. Nuk janë një këngëtar X këngëtari dhe kërkon një këngë dhe normalisht që diskutojmë stilin, çka qysh tek. Ka dhe këngëtarit cili vjen thot për du një këngë, çfarë këngë se di, me ndo ti. E cilë është ma i letë për ty? A qaj që të vjen me kërkesa, a qaj që ta vjen ty në dorë? Po ma mirë është me malon mu. Ajo është dëshmu që është ma mirë me malon mu. Sepse, sidomos për këngëtarët të cilët janë të konsolidum në karrierën e tyre ose në treg, sepse ti e din që ky individ çka mundesh me bo për ta, se çka ka nevojë ky me dalë, si ka nevojë ky me dalë para publikut. Derisa mundet të marrë një individ i cili ka një kërkesë që mbas mendjes tij që ai ndoshta ka drejt, unë e dëgjoj, nuk është që se dëgjoj, mundet ka herë dhe ai më e pas mirë, nuk është që se ka mirë,
Mirë po, mënyrën se si del deri te ai moment, gjithmonë mundona me mendu shumë mirë se çka jam të bo. Okej. Gjithmonë ju mundu, dhe kjo arsyeja pse ne jemi të bo këtë interviste, jemi të fol kaq gjatë, është që me të vërtet në kretë këto vite ju mundu me bo diçka që mbetet. Jo me bo diçka sipërfaqësore, ka edhe punë të cilat i punoj sepse ky është tregu, s'muj me ndryshu, s'muj me shumë me kokë. Po shumicën e rasteve kur e kum pas mundësinë ose kur u desht me tregu çka me të vërtet, unë muj me përfaqësu se çka unë munde me bo, ju mundu me bo më të mirën, me bo diçka që është që nuk i kalon afati, që nuk ka kohë për një këngë të tillë. Edhe jam i lumtur që kam shumë këngë të mia që i këndojnë edhe gjeneratat e reja, për shembull në përgara të ndryshme. Ka këngë të cilat për shembull i kam punuar edhe në Shkodër, e kam fituar edhe festivalin e Para më në Shkodër. Po, i kam fituar edhe aty festivalin, edhe për shembull ajo këngë të cilën e ka shpallë si kënga më e mirë, e ka këndu mandej një fëmijë në Gjeneu i vogël në festival, në atë që kanë po që e kanë këtë lare, klani e kanë, dhe aty ajo vajzë mandej ka fitu një Gjeneun e vogël. Ka domethënë shumë këngë të cilat i kanë këndu edhe në përbot. Mia, ajo më bën mu të lumtur. Për shembull, në anën tjetër unë kam këngë në 2016 e kam përfaqësuar dhe shtetin maltez në Eurosong për fëmijë. Që shumë njerëz nuk e din këtë informatë, është informatë i jashtëzakonshme. Me siguri deri në atë pikë nuk ka pas asnjë autor, kompozitor prej Kosovës që kanë rrimë me bën një sen të tillë. Okej. Unë e kam bën 2016 me një vajzë super të talentuar të Maltës. Mandej e kam përfaqësuar shtetin maltez, ka qenë bashkë në Maltë. Atë vit kanë qenë Shqipnia, unë kom qenë të e përfasu shtetin maltez, edhe u takum normalisht, kisha, po a ishte Adi Hila këta, ata më thjeshin trastar, unë ju thesha ju lidhje s'keni, edhe në fund unë dola manal, se ata vesha fshet që duni me thirë mu për me marrë vend më të mirë. Dhe më thonë shaka, po gjithsesi ka pas edhe momente tilla, kanë këngë të cilat kom punu edhe për artista tjerë, kanë këngë suksesshme në Turqi, që janë këngëtarin këtë rast të famshme që kanë këndu këngë një, do me thonë kam me të vërtet mjaft punë të cilat të bongë. Çka njën te e çka njën e kur e ngujna një këngë, do me thonë se është pak për mua, përdin, qysh, unë kur lexoj shkrimin në gazetë, kryesisht nuk i lexoj si informat, i lexoj si strukturë, do me thonë më intereson, ku e fillon, si e fillon. Po, përdin, kur lexoj New York Times, anë Guardian, dikon, përdin, tash e lexoj si informat, po më intereson dhe ka njerë, si më thonë, fascinohë, në thonë, ua, qysh e ka bo, përdin, po këqyri si plan, jo se... Absolut. Ti që venin këngën. Është e njëjta, për shembull për ty Berat, po edhe për një pjesë të madhe të publikut është ndjesi. Po. Është një ndjesi, është një diçka që ti e përjeton në tekst, edhe në muzikë, diçka ose të prek ose nuk të prek. Diçka që të pëlqen, e shijon ose nuk e shijon. Nuk do me thonë që ajo është mirë ose keq, po për atë arsye dhe quhet muzika shije, nuk është diçka që mundesh me thonë keq mirë. Nuk mundesh me vlerësu. Se do të bëj më koni prag dikon. Jo, ti mundesh me thonë po më pëlqen, nuk po më pëlqen. Edhe aty mundet me marru biseda rreth asaj. Derisa kur je profesionist, njëjtë e shikon strukturën, mënyrën se si është punu produksioni, interpretimi, teksti, forma harmonike, forma strukturore, çdo sen tjetër që e bën një këngë më të veçantë se tjetrën. A ka hitet mëdha që, se më thonë, s'po du me përmenem, po që thush mani bre se, përdin, ty si profesionist thush dob tash, përdin, po që kanë gjitë në publik edhe nuk shkoqet aja. Qëre ka për publikun nga njëherë, e ku marrë një ditë një shembull, për shembull Bob Dylan, me pas shku në Voice të Amerikës, jo e kështin rej për aty, që dhe lidhje s'ki me kënu. Ku e nisti me këtë zohë. Dhe me thonë, Bob Dylan e ka ndryshu botën me tekstet dhe muzikën e vetë. E ka ndryshu mënyrën e mendimit. Dhe me thonë, o shpërbly për literaturë, për tekstet, ka marrë shmim. Nobel, dhe me thonë, edhe Papa e ka shpërbly për atë pjesë. Ose, për shembull, a Simon Cowell ta kërësit lamsh për aty, mi pas shku edhe... Ose John Lennon, për shembull, Beatlesat, me pas shku, e këshin reja, të ishën kajnisti. Njëjtë është për shembull e lexon Imagine ose nga atë këngë. Efektive kom lexu edhe Frank Sinatra, s'është që ka pas zot jashtëzakonshëm, domethënë e ka pas tultin po kështu si më thon, që shtu thojnë njerëz. Po ideja është e çasaj që gjithmonë është kërkimi në veçanti.
Kërkimi në diçka që njerëzit i bën ndryshon perceptimin. Që është për te racionale. Për te asaj çka edhe ajo mbetet. Këtu hinën lojë edhe AI, pra po kthehem. Domethënë, është mes asaj që është diçka që është për konsum, për argëtim, që nuk ka kur gjë të keqe. Dallëdisje. Po dallëdisje, që kur gjë nuk ka të keqe, është e momentit vjen diçka që njerëz kënaqen, kthehen, hinë, për shembull ti shkon në koncert ose hinë në klub e keni gup, e ki gup 4 orë. Të veç është njerë është gup nalet një 20 sekundë, anin tak, ma një bum, bum, o prap. Po është 4 orë. A shkon për ti personalisht atë? Shkon këtësen, 3 orë, shkjen koncert, ma naj ADM, a diçka që është EDM, do me thonë që ti qëtë ment, me naj kick, me naj qka po EDM-it ta livri trunën, edhe u kry mua beti. Do me thonë, kur gjë s'ka të keqe, njerëz ka nevojë me shku, me u knaqë. Mirë po, kur fol për muzikë është diçka tjetër, diçka që lëviz mënyrën se si njerëz mendojnë, që e folëm edhe në fillim, që e bojnë një tradit, e bojnë një kulturë, e bojnë një diçka që ti ke me unda prej botës. E bojnë një epokë, në fakt, ki kong. E bojnë epokën, po edhe e bojnë kulturën, aty janë nisë ndryshimi, sepse ata për atë arsye dhe po thomë nuk mundemi me mendu që njerëzimi ka me hup kulturën, atyre kemi me pas shumë problem. E vërtet. Mos të him në atje në distopia që mundet me bo. Muzika nuk është qëre, AI thuhet ka me pas ndikim malë të programimi, dhe me thonë, kodime, avokate, sene, po edhe te unë, si laik i kësoj fushë, muzika është, dhe me thonë, te e përmene dhe vetë, që 50.000 vjetë, dhe me thonë, është diçka që është në element tonë, a e bon qatë ndërlidhjen, kjo është problemi, sepse ende ti shkon në një koncert, apo një ngjarje muzikore, qoftë ajo EDM, qoftë ajo pop, qoftë ajo jazz, qoftë ajo muzikë klasike, ose çka do që është. Ti e vrej një farë lidhshmërie kur je pjesë e asaj, bosh pjesë e asaj, bosh pjesë e atij interpretimi, ose asaj energjie që një artist ty ta jep. Tash na mujë me shku një hap manal, me thonë, okej, nesër ka me pas robota në skene, ka me pas që ka me kënu me AI, mundet mu bësot ki robot që kësen, që bën fiskultura, edhe mundet njëjtë kjo programi me u zhvillu që edhe ai edhe me këndu. Mirë po njerëz gjithmonë janë në kërkim, kanë dëshirë me pa artistin i cili plakët, i cili kesh, i cili me një moment është ndryshe, me një moment është diçka tjetër. Për atë arsye po thëmë edhe pjesë që është sidomos pjesë e kulturës. Për shembull, unë gjithmonë e ku mendu ashtu. Edhe në Amerikë kur kom qenë, në diplomim e kum pas një diçka u desht me boj, kum bo Vallën e Rrogovës. Edhe kum pas një ekip, kum pas një producent shumë të njohur të Zvicrës edhe një koreano-jugor. Kemi qenë 3 veta. Edhe i kum shti me bo Vallën e Rrogovës. Patemi qizu qifteli, Çfarë të hujka, për shembull, që kjo. Që tash po domethënë e krym. Se kanë njerëz që na bën shefi na bëdin se. Po desh kemë shruni ese ai Zvicrani pa të shkru esen e Rrogovës, pse Rrogova, pse prej ka ardhur Çiftelia, çka po di unë vallja e Rrogovës edhe në fund kur el shumë tash është komisioni për me vlerësu, pelshojmë edhe ata mas pari pyetja parë ke tha me çka ngohet kjo muzika, është me rakia me se s'pedim a duhet me këtyja që a duhet me mu me dhe dhona i halë dhe edhe, po që ka ndodhja është që na e fitum numrin më të madh të vlerësimit me atë punë. Ishte punimi më i vlerësuar praktikisht për atë vit. Ishte shumë egzotike për ta, ishte shumë interesante. Sepse edhe për mu dhe për këtë Zvicranin, po edhe për atë koreano-jugorin, për neve ishte s'mujshim na me ushty me jazz amerikan ose me pop ose ishte pa kuptim. Se s'mundesh. Nuk është pjesë që ti e ki mrena. Ajo bën ndryshimin, për atë arsye po flas. Ka disa sene që ata i bojnë natyrshëm. Ne i bojnë disa sene natyrshëm, sepse është diçka që e kemi folklorin. Po, si mas teje, ku fillon muzika te na shqiptar, domethënë ka nej, si më thonë ai zanafil, ku e kena nis na thosh, a është që kjo rapsodike, a ku e kena na bazën? Po unë gjithmonë e kom thonë, unë nuk jam etnomuzikolog që me u kthy në baza ta quaj bashtësakta. Edhe pse ekzistojnë libra, ekzistojnë studimet e cilat e tregojnë zhvillimin kulturor muzikor në Kosovë. Mirë po në Kosovë, për mendimin tim, tu i lexu dhe tu i pa gjithë krejt këto zhvillimet.
Unë mendoj që folklori është ajo që neve na dallon. Okej. Nuk na dallon muzika popullore, nuk na dallon diçka tjetër. Folklori. I vetmi folklori i cili neve na dallon. Edhe kur i ndëgjon ato melodi, sado që janë në formën muzikore janë të thjeshta, E vërtet. se nuk janë shumë të komplikuar. Edhe çiftelia nuk është si instrument komedi sa i komplikum, po pra për shembull si çiftelia ajo ka ardhur si instrument dy tela, mundet me ardhur prej lindjes mesme prej Turqisë, prej sundimeve, prej çdo sens. Perandorisë osmane, domethënë. Zakonisht kanë ardhur prej perandorisë osmane, kanë ardhur shumë fryma prej asaj. Po, folklori jonë gjithmonë është edhe vren, momentin që e dëgjon, e vren që është komplet diçka tjetër. Okej, po. Nuk mund të shkur me gjetë muzikë arabe, turke, ose ku ta di, unë një diçka në zhvillim të melodisë ose të mënyrës se si është interpretu, diçka të tillë. Okay. Dallon edhe me Shqipnin. Po. Domethënë veriu është shumë afër neve, po si t'janë Isaj Mesi edhe Jugu kanë totalisht kanë diçka tjetër. E vërtet, interesant kjo. Edhe kur dëgjon folklorin ton, edhe veriun për shembull Shqipnisë, e vren që si melodi, si çdo sen është diçka totalisht është diçka tjetër. Për fat keq, shumë sende jun konservujën rujt, jemi mundu me i rujt, vetë kom luftu shumë për me rujt shumë sende, tu e nisë prej një njeri që kom pas gjithmonë shumë respekt madh për ta, edhe dashnit madhe e fjallarës për Bacën Shaq, Shaqerotër, që për mendimin tim ka qenë një njeri që unë e kom përjetu me qena i gjallë, i cili ka qenë enciklopedi e jashtëzakonshme e folklorit, përveç që ka lujt, a i ka marru ato instrumente, i ka ditë me i shkru, tash e kemi pas një projekt me zonjën Besa Berberi, ku është u bon një website, ku njerëz munden me pa historinë e Bacës Shaq, po në atë website kanë me qenë edhe instrumentet, kanë me hi me lexu prej okarinës, prej fyllit çokës, prej kësaj, po janë edhe inqizimet që për fat mirë unë i kum bo sa ka qenë ai gjallë. Pa naj projekt po thjesht i kemi bo prej vetë dëshirës që e kemi pas me Bacën Shaq. Mandej kemi shku edhe një hap manalt, kemi bo janë shkru në nota ato valle që luhen, kemi bo instrument digital prej Ilir Bajrit, që me mujt me i lujt ato. Domethënë, jemi mundu me vërtet me bo diçka që gradualisht me mujt me e konservu edhe me rujt traditën të folklorit që e kemi. Ekziston një stereotip, domethënë që folklori është për katunar ma shumë edhe nuk është... Nëse është folklori për katunar, atëherë duhem kret me u zhvesh për i gjithë shkafit edhe me u këthyjë në atë bazë ku jemi. Unë e shoh folklorin, jo veç folklorin të na, po si gjithkund. Folklori është bazament i kulturës të një vendi. Nuk mundet aja me bo ndarësi sociale. Klasore, po. Ose klasore. Dhe me thonë është një klasë cila e pëlqen një send, edhe një klasë cila nuk e pëlqen ose i njëron, se ti një klasë ose një shtres që dëgjon këtë muzikë, nuk je shtres e ngritun. Zhvillimi vjen prej dika. Na nuk mundemi mu tjetërsu. Një ditë këm po një video të Prishtinës e viteve 90-ta. Dhe me thonë, ajo video është për me të ardhë për keqardhje. Dhe me thonë, kur i sheh ata njerëz se si janë të veshën. Ne deri në vitin 1970, kur është hap Universiteti i Prishtinës, numrat formal të analfabetizmit Kosovë kanë qenë mbi 60%. Dhe me thonë, këto janë numrat cilët janë formal të shkrumës, po i tha mund pëse po kam dëshirë. Nuk është para dysheku, jo temon. Kjo është tash, po. Dhe me thonë, kjo është tash. Dhe me thonë, ne kemi qenë analfabet më shumë se gjysa popullatës. Edhe janë faktet të cilat na nuk mundemi me i tjetërsu. Mishbo. Jo, s'mundemi me i tjetërsu. Na duhet me këqyrë qysh me u zhvillu, tu e vlerësu ato, tu e respektu. Po, tu e konservu. Çka kemi pas, tu e konservu, çka da që është. E mire keqe. Duhet me erujt, duhet me konservu, edhe tu këqyrë për para, me zhvillu deri në AI, deri zote e diku, deri në Mars. Mirë po, nuk mundemi me atë kapitull me mshel, veç mja vendos një kapak, edhe me thonë, jo, s'ukon kjo, se s'pëna pëlqen kjo, dhe me e marrë një diçka, një kultur, një tradit, një zhvillim, një diçka që nuk është e jona, dhe këtë kapakun mja vendos diçka që me të vërtet na jemi rrit me ta, ose diçka që na ka... Me thamë shpesh, Florent, ke muzika folklor, dhe me thonë me qiftelia, kryesisht që është rapsët dhe gjona, e thamë edhe këtu ma herët, dhe me thonë, ka qenë për te argëtimit, të na ka qenë histori, dhe me thonë, ka qenë
e ka bart një farloj, si më thonë, Po e ka bërë narracionin e asaj se narracionin çka edhe ka moj gjallë qatë, si më thonë, dëshiren për me konë shteti pavarën, për me konë të lirë e gjana, dhe më thonë, ajo konë, Ç'është mënyra e artimi tregimit. o konë krejt sekundare aty, dhe më thonë, ajo konë një, si më thonë, shkollë, sa do primitive, sa ne aja të ka moj ty një farë zjanë rindez aty. Qëre edhe tekstet kur i dëgjon, pjesë e madhe, domethënë kanë qenë edhe lirike, po kanë qenë edhe kjo pjesa tjetër, po dhe kur ka kënu edhe dashnis ose në forma të ndryshme. Kanë erë ku i kanë marrë çato tekste? Kur i dëgjon ato këngë të dashnis që i kanë këndu në folklor është e jashtëzakonshme. Riza Blosa, unë se di ku i kanë, ose i kanë, si më thonë, qa po ditë, hic, nuk kam vërë të... Tash a janë përvoja të ndryshme, a janë imagjinata të ndryshme, apo tregime që ata i kanë dëgjuar dhe i kanë kthy në muzikë, ata nuk mundemi me ditë. Por ka me raktë në konservative, mi o qitë ato që i kanë për geja, me thonë... Po, që ku e ki, po, që në go. Mirë po, pra po thamë, do më thonë ju ka kënu edhe dashnis, edhe dylberit, edhe ju ka kënu edhe luftës, edhe probleme. Florent, e patëm një epizod të pahishëm, po mënoj me gazetarin, me burimin, po jo veç për këto. Po, për shembull, këngëtar që i përmenëm ma herët, këngëtari është konë këgja romantik për natyres, dhe më thonë. Abdin, ka nanu, ka pak, ka abdin, dhe më thonë, ka, së më thonë geja në kuptime negativ, po ke pas një farë, edin, e ka pas... Shene afërt. Po, dhe po, jam lësene. Ta është diqka këtu rrimat e reja, ma shumë kanë që mu budok si bandita, se sa si muzikant, apo din, ti e njeri kulturës o vla, ti nuk je për mi zhidh hesapet, apo din, për me mu rreh me halë. Qëre janë dy sende, fillimisht du me thonë në emision, një send që me të vërtetem ka bo shumë me një vetën keq, është ekscesi që i ka ndodhë dhe problemi që i ka ndodhë gazetarit Burim Pacolli. është jo për keqardhje, po është me të vërtet diçka që nuk ka guxu me ndodhë. Sidomos në muzikë, pasi ku flasim për muzikë. Ky problem ka ndodhur për shkak të muzikës. A i përcjell në herë burimit ti, domethënë se tash njerëz përcjelli burimin jo shpesh. Okej. E po çka ka ndodhur është që me burimin ju taku para një jave. Jemi taku në studio edhe kemi bisedu bashkë këtë punë. Edhe biseda ka qenë burim. Si me pas para pri ose si me di. A e vlen kjo që ti del edhe merresh me kritik, qoftë mirë, qoftë keqe, në një vend i cili nuk e respekton shumë mendimin e lirë, edhe kritik, edhe mendimin e lirë të kujdo qoftë. A e vlen apo jo? E kemi bisedu. A ju mundu me ma tregu ato pse ai me mbind jo, po me më tregu pse ai që sheshe në prizmin e vetë këtë përgjigje. Une kemi folë, sepse te na ka ndryshime shumë të mëdha kulturore. Edhe thash edhe në fillim të emisionit, ne jemi shumë prirun me i përqafu ndryshimet shumë shpet pa mendu 2 herë. E përqafuaj mos jemi shumë euforik me një ngjarje, del AI, del njoni dhe po e luajmë e harrojmë ato, as mirët kërkush. Kaloj hozën tjetër. Po, del me asi del një tjetër, distraction e kena të vëllësit mocës. Veç ja zun lomshin. Po masa si, domethënë nuk mirësh me kreta shumë sipërfaqësore. Po, çka na ndodhni për një javë, domethënë të çuditësh me pa, çka ka ndodhur honën deri Brampton, ti thosh çetsoj pak se edhe kjo, domethënë është ideja e kësaj prej një shoqënie e cila ka pas një figurë kur e ki pa një artist në skenë, i cili ka pas një qëndrim, edhe pas një respekt të djanshëm, edhe artisti edhe e kundërta. Kanë ardhë një gjeneratë cila ka ndru atë narrativ, mirë po dhe publiku ka qenë i tillë, i cili i ka konsumu. Sa që mundet me dalë, veç me dalë ashtu. Qofse nuk e ka një bazë të publikut, i cila po e pëlqen edhe ngan edhe i thot shumë mirë e ki. Sepse në qofse ai konsumohet në formën muzikore, nuk po flasë se individ, se individ është problemi ti, po flasë qofse e ki një strukturë të njerëzve, që ju pëlqen mënyra se si ai e krijon artin e vet, muzikën e vet, mënyrën e shprehjes së vet, çka do që është ajo. Domethënë nëse e keni publik që e përqafon ato, atëherë nuk i problem të veç me individin. Këto është problemi që po them, që i kam thonë edhe burimit kur e kemi bisedu këtë thelbin e kësaj, sepse nuk është problemi i individit. Ti mundesh me kritiku ose me pëlqy, mirë keq s'është më rasti. Është problemi që ti ke një
e ki një publik e cila ushqehet me diçka të tillë. Çka ndodh në përbot është, se gjithkund ka në botë. Ka të këqija, ka të mira, gjithçka ka. Edhe në vendet të mëdha këto që bisedojmë unë e ti është herë 10, herë 100. Po çka ndodh në vendet zhvillume? Për shembull, kam qenë me një projekt që më pat dërgu ambasada e Gjermanisë në Gjermani, projekt i jashtëzakonshëm për me pa si zhvillohen disa festivale, rock festivale, kam qenë në Filharmonit të Hamburgut, Sallën e Re. Kemi kemi marrë informata në atë kohë, po flas 2000, sa ka qenë kjo 17-18, folshim për AI. Folshim për zhvillime të jashtëzakonshme teknologjisë në muzikë. Një send që më ka bëu përshtypje, është që shteti, vetë shteti, për shembull një prej ngjarjeve që kemi pas në Berlin, ishte një fashoqatë e cila u merke me klube të cilat kanë muzikë live. Edhe ata qatë vit, Komuna Berlinit i kishte dhënë 2 milionë euro to improve sound system, duke prish një mikrofon, një altoparlanta diçka, ku ishe me apliku për klubet që kanë live. Që me maj gjallë atë industri. Që me maj gjallë atë industri. Ata jepshin, edhe për shembull në Hamburg, festivali numër 1 rock and rollit, ishte shteti që jepke financoj pjesën më të madhe të atij festivali. Çka ndodh është që shteti ma një farë balansi. Shteti nuk mundet me bo kulturë, as nuk mundesh me prit, as mundesh me abo me gjershteti, ti ki problem se s'puna përkra neve, jo. Nuk e ka ai obligim ty me përkra me të qumë të thonë, Florian Bosnjaku qumë në gjez, bën që si kange, atëherë jenë në Kore. Po, ai ka obligim me ta bo infrastrukturën edhe me kriju ngjarje të cilat e balansojnë këta që mos me mri deri te problemi i burimit. Për shembull, unë vetë jam që 3 vite kom qenë në cilësinë e drejtorit artistik të festivalit që bojmë të Kangës në RTK. Mendoj që festivali, për shembull, ky është ai balans që duhet me ndihmu, me kriju një balans, me kriju një mundësi që ka njerëztri që e mendojnë ndryshe, është edhe një publik që e presi një figurë ma serioze, ma interesante me e panë një ngjarje të tillë. Po, me dhon planin, domethënë nuk mundesh, me ushqy me të njëjtin ushqim. Ti dush me ia dhon, po dush me ia dhon mundësinë, mandej publiku a don me vendos ekstremin, a don me vendos diçka që është mirë. Po, ku më ofru, domethënë. Dush me ofru, sepse në momentin që ti nuk e ki këtë pjesën ai turrë çiknen. Ai ka më shku këtu, s'ka mundësi tjetër. E vërtet. Edhe kemi pas probleme jo të burimit, po janë probleme shoqërore. Kjo nuk është problem i individit të burim pacollit. Kjo është problem shoqëror, problem social, që tregon që zhvillimin ton kulturor, që ne kemi problem sepse ki shumë të ri të cilët nuk e kanë një mundësi. Edhe rap qofse është, edhe çkado që është, duhesh me pas në një platformë apo në një mënyrë që ajo vendoset që publiku mandej për një me vlerësu, me pëlqy, ose me qenë e kontrollu me një farë mënyre ku i pja servanë. Për shembull, bota ka shumë vende që janë të luftu që një mosh për 16 vjetë mos me pas rrjete sociale. Ti ki rrjete ki të ri që del, therën, vrahën, shahën, birë ku je, do me thonë, a janë njës me repovat me 9 vjetë. Do me thonë, me fjallorin që përdor, a i dikun e ka dëgju, nështë se ka dëgju në shpe, po a janë njës me repovat me 9 vjetë prej fjallorit cilin e she prej rrjeteve sociale, prej asaj qka i bombardohet 24/7. Po dhe kjo ta nuk e kuptojnë një gjatë, më nësë përdojnë me kuptu që... Në momentin që ti a jep një antidot të asaj që ju thot, pritë se ka dhe diçka tjetër, nështë që është e bukër e ngjashme që edhe ti a i me e pëlqy, ose e thirë një artist i cili bën rap, i cili ndihmon, për fat mirë, për shembull, kum pas në festival, çdo festival kum pas krejt artistat që me të vërtet kanë shumë emën, me qenë pjesë e asaj. Thjesht me kontribu në çështë narrativ. Po, tash për se u keq kuptova kur u bën një farë koncerti i Armendit që u bën në Prishtinë. E lindi një farë polemike aty, jo Sheherli, jo Katunar, po ajo ke si banale mirë, po për me ta plotësuar argumentin tënd, domethënë kur komuna intervenon me stimulimin e koncerteve, edhe ti e sheh që këtu njerëz të ngojnë edhe këto. Absolutisht. Domethënë vetëm dush pak që ka dhënë ai investim më pas. Unë prapë po them, sidomos në këtë periudhë, vendi duhet me ndihmu, duhet me kriju, unë prapë po them, jemi me një moment jo në Kosovë, jemi në botë, sidomos në Amerikë jemi tu e pa çfarë lufte e madhe është
kulturore, për me kësi kulturën, fen, traditën, familje, çdo sen tjetër. Unë dikuj mos mi pëlqy, duhet mi u dok ekstrem, a çka po di unë, po kjo është ka ndodh. Unë po flas çka është ndodh, nuk po flas apo më pëlqen apo jo. Është temë tjetër. Po krejt bota është të luftu për një sen të tillë. Krejt Evropa po shkon çasaj. Do të thonë për shembull, ki momente ku një shtet është të ndërhy, a duhet me knu dikush në show-n e lojës futbollit ky artist apo ai artist? Në çfarë është ajo? Në kësi Super Bowl. Super Bowl, që ka në Amerikë, po. Do me thonë, kam rrit deri aty muhabeti. A duhet kjo apo duhet ajo? Sepse nuk është problemi i individit, janë çështje kulturore të një vendit që don me u tregu, me u identifiku para botës me diçka që është e tëne. Personalisht Florent. E kupton si tillë. Edhe na duhet me luftu, mos po thonë në ekstrem apo jo ekstrem, po me të vërtet çato çka kemi, atë kapakun që e përmenda më herët, duhet me kultivu. Sado a i vjen hera, si vjen hera ati, ato ti dush me kultivu, me qitë mënyrën më të mirë, edhe mënyrën e drejtë, po me qitë mirë edhe me analizu se është bo ajo muzikë, se është bo ajo kulturë, që ka na lidh neve me atë kulturë, prej kajt ka ardha ajo kulturë, edhe me isë për para. Nuk mundemi me bona hapa prej këtu 50 hapa për para, edhe mu marrë me problemet madhore të AI që ndodhën botë. Kur e ke bo studion e parë, a kështë njohë, dhe më thonë, a kështë mujtë me imaginu 2025 që në gjashtë që në tash, dhe më thonë, a është, më ta pas prezentu t'i kush më në qëre, ti me jetë në kokë, qërë që ka boba kia, a kështë, që shishkon reagimi, dhe më thonë, sa i përket zhvillimit? është me të vërtet ndryshim drastik, është ndryshim i jashtëzakonshëm. A kini sen që e ke rujt halope asoj kohë që e këshyrë, si më thonë? Kam sende të cilat i kum rujt edhe i kom edhe floppy diskat, kom të albumeve të cilat i kum boj, i kum rujt. Për fatë mirë i kum shtuj, i kum pashu gjatë luftës, dikun me një shpi, me një podrum, dikun që me i rujt, mos mi marë se pjesën tjetër i kanë shkatru. Mirë po, i kom edhe ato synthesizera për cilat fola, i kom gjallë, i kom në mure të studios. Kështu që është ndryshim me të vërtet drastik. Mënyra se si prodhohet muzikë sot, se si është zhvillu muzika sot, dhe si ka qenë për shembull para 30 viteve ose para 40 viteve. A kena qef me thonë, Florent, që kena talent se tash patun fat me duhen e me rritën e me yje kështu në përbut? Absolutisht. A ka diçka që një me a inat në gjajshëm, se këtë popoj tjera kena pak talent ma shumë të muzika? Kemi talent. Kena talent. Kemi talent sepse ne jemi popull i cili kemi dëshirë, do me thonë, kemi dëshirë me këndu. E dojmë thjesht e shijojmë muzikën, nuk është që nuk e shijojmë muzikën, nuk jemi popull shumë i izoluar me vete, na kemi nevojë për shoqëni kur dalim me piti që dojmë alshu muzikën, kënon dikush kënaqemi, bojmë shumë, jemi njerëz që me të vërtetë e shijojmë muzikën. Bën vujvanjën. Ajo na bën neve që ndoshta ndryshe prej shumë njerëzve tjerë. Po në anën tjetër, fizikisht ku kemi qëndru, jemi në atë kufinin mes lindjes edhe perëndimit. Si hapësin po flas. Në një anë ndoshta mundet me thonë njeri nuk është mirë, por nga një herë shumë mirë. Sepse kjo fryma e dy poleve të kulturave që vjen edhe prej lindjes edhe prej perëndimit, në ato i pas gjithmonë ka Amerika, po në anën tjetër të qenë shumë të lidhen me këtë pjesën e lindjes, me Turqinë, me se je fizikisht edhe e kemi historinë prap gjimta i kapaku që smuj me anashkalu, se kemi qenë 500 vjetë të sundum për i tëne, na kanë lonat shien që ende, kër e një matelin, na bon shpirti vojre, janë njësi me të sy pak. Do me thonë, po në anën tjetër, do me thonë, syti kemi ka Amerika, ka Evropa, është dësen, po tash ky bashkëgëzim i kësaj kulture, fizikisht të qenë në këtë pjesë të Evropës, na bon shumë ma interesant, na bon shumë ma atraktiv para botës, sepse, për shembull, shkon perëndim, me shku në Amerikë me njëherë, shumë ma shpejt gjindemi edhe mundemi me qenë shumë ma atraktiv. Ma atraktiv se dikush i Evropës, sepse ai nuk e ka këtë pjesë, ma atraktiv se këta që janë të lindjes, sepse kemi Evropën mrenda. Do me thonë, kjo na bën shumë ma interesant, edhe muj me thonë, kjo në është edhe arsyeja, pse kemi shumë njerëz me të vërtet,
edhe artista të ri, edhe artista që janë mosh, kemi edhe të ri, super talentum, që janë super talentum. Okay. Ka këngëtar, ka krijues, ka njerëz cilë të mirë, unë mendoj që nuk kanë monal. Unë për vetin kam njerëz që vinë shqiptar prej Australisë, prej Suedisë, prej Norvegjisë, prej Gjermanisë, më shumë, prej s'di kaq që nuk vinë, edhe thonë prej ka drejtë që këta njerëz kaq talentum. Okay. Do me thonë, janë njerëz zakonisht të talentum. Kada që janë, edhe i dëgjon, po nuk është veç puna e këndimit. është puna që ati konceptit që na kemi. Neve na ka bërë dhe vetë jeta në kërkim gjithmonë të diçkafit më të mirë. Se gjithmonë për shkak shtypjes kemi kërku ma mirë. Ku dikush tjetër për shkak kërku po të shprejnë zonë si që, si më thonë, jaban ka pak me hile profesori, ai du të mu përgatit shumë ma shumë për me kalu provimin, apo të na kena pas gjithmonë që atë ndjenë në Jugoslavi, dhe më thonë ti e du me shkelqy, ani që më orë në sy, apo të në pak, se ai... Se s'ki mujë, se ka fshi ai. Ka fshi. Kom qenë në Suedi, para një 2 vite i ka, me ligjeru në një shkollë që është me të vërtet shumë e njoftën për muzikë, edhe ata studentët edhe drejtoresha po më thotë, kur njetë këta s'kan përjetu dhe pse ju kanë ardhur njerëz prej Sony, prej Warner, se tregim të tillë, sepse tregimi jonë është i jashtëzakonshëm. Prej problemeve ku ju të kanë hinë në dhomë, ku më përjetu policia, më kanë hinë në dhomë, të fletë, ku hajde në polici, se ka përshkon ti me viza, me bo muzikë, dhe ku më përjetu. Po, normalisht, e do me thonë prej ati një vendi cili shtypen, i shkatrum, me pa mundësi të televizionit, kur ka qenë mosha jeme ma i mirë, po flasën në fillim të 90-tave, nësë kemi pas televizion radio më shelë. Albumi i fundit që është incizu në fakt në Radio Prishtinë ka qenë albumi i lirëve zgjohë Kosovë. I fundit, do me thonë, a kemi krysë, me thonë, masterin sot, mas 2 dite kanë hi masat e dhëmshme. Okay. Edhe mandej kem pas bu një seri të koncerteve, e bëjshim plato këtu të Pallatit Rinis, ka 2-3 mijë vetim, dhe që nderi sa dhe aty në njekën prej atyt, edhe janë nisën me në njekë prej kado që kemi. Kudo. Do me thonë, mandej vetë një dritare ka qenë Shqipnia, në Shqipni ki pas një 15 minuta mes lajmeve, ku sheshin kanë. Po, programi satelitor, ku në qatë dritare... Gjysve dhe në 8 gjysa, 7-6 dhe në 8, diçka që ashtu ka në për programi. Në dritare kanë shu kangë. Po është shumë interesant, në atë kohë mandi kanë fillu videokaseta. Kur ki fillu më shku në Shqipni? E herën e pa në Shqipni, ku në shku në 91. 91, në heret pas ki pa shumë ku në shku. Të më thonë, halo regjimi... Halo regjimi, ka shumë. Po majten zgjedhet, po i fitoj me hile, pas taj 2 ditën një majten tjirat. Kumë shtu në atë kohë, edhe me të regu drejten, tash kom një raport jashtëzakonshëm. Po, kanë respekt, dhe më thonë. Kanë një respekt jashtëzakonshëm, ku më arrit shumë punë, shumë suksese, normalisht respekti është i dynanshëm, po me të vërtet e më kanë donë shumë respekt. Po, industria jote dhe puna që e bën ti, gjithë e komendu këtë vetë me veti, dhe më thonë të kumë po me Alfred Kacinarin e me Saracin, shpetimin e kumë po me këta, se isha paka shumë sikur më shku mi ushit eskimezve akull, a vëdim kështë kom piktuhit. Se vërtet. Po, a vëdim, po, ata kumë po që ka një respekt kodzat ma, a vëdim. Në 2019, po ashtu kumë qenë komplet festivalin, ma ka dhonë, për udhëheqjen artistike, që ka qenë diçka jashtëzakonshme, që se kanë bu kur. Po unë jam edhe i pari i Kosovës që si kompozitori kom fitu atë festivale, shumë festivale tjera. Me cilën ka ke fitu? Me SUS, po të Romës. Po dhe shumë festivale tjera. Shqipnisa ju ke bo kongë për para... Këngëtarve, po. Që kanë nërë pjesë festival? Po kom qenë edhe herën e parë, por jemi njëktu në 90-at kemi bu shumë turneja. Për shembull kom qenë turne me Ardiç Xhebren, me Shpëtimin e kemi qenë band bashk, kemi përcjell, domethënë kanë qenë njerëz për Shqipërisë, shumë artistat të famshëm, Natko Bleona Qereti, kënena kishim Sabrin Sinan, ne kishim Adelina Ismaili në kulmin e vet, shumë artista të tjerë. Domethënë ka qenë periudhë ku kemi filluar na veç me u shoshnu, me punu dhe me bashkëpunu. A i kena si mu pak me gjumë Shqipnin, dhe më thonë është një debat i madh që po, dhe më thonë i kena detyru pak a shumë, edhe në hip-hop edhe në zhonre tjera, kesh pram në emision të Arjan Kshani, edhe a i po thot, ty full diçka tha me kast, thash, apëtin thamë pelqenë si shfjallë, thash, ti pëtin thash që është e jona, apëtin, thash, gili e ka një kongë nësë të bëj, e ka kongër me kast, edhe thash, kanë fillu ata me përdor kogja shumë që o konë gogja vështirë me mendu, a vëdin mi përfëshina në dialektin tunë? Shumë vështirë, po muzika e ka bot vetëm.
e ka bo me të vërtet vetën, mënyra se qysh flasim na në Kosovë, kur këndohet ajo këngë, me të vërtet tingëllon shumë ma e kapshme Po be? se në gjuhën ose në dialektin ta quaj tosk ose jug ose çka po di unë. Në anën tjetër, na kemi pas për shkak mënyrës se çysh kemi jetu, jo për ndaj nostalgji, po ka qenë fakt edhe kjo që kemi jetu me një vend që ka pas emrin Jugosllavi. Edhe ajo na ka dhënë mundësi, çysh e thash unë për veti po flas. Unë njoftu me shumë kultura në atë kohë. Derisa Shqipënia ka qenë shumë e mbyllur. Totalisht. E ka pas shumë probleme, unë njoftu me ndoshta ata jo njoftu tu ngu radion në Italinë, hite çka po di unë. Po ndryshe është fizikisht kur je aty, kur çato që e folëm edhe parës, që ajo bën atë lidhjen mandej, edhe të bën ndryshe me mendu, ndryshe me perceptu çdo send. Na kemi pas një send tillë, na kemi pas për shembull në 85 ose dikun, ka qenë një koncert në sallën e Diegon tash të Pallati i Rinis, ka qenë një radiostacion 202 i njoftën në Jugosllavi. Ende është mos gaboj. Shumë i famshëm në atë kohë, edhe në atë kohë i patën pru krejt yjet ma të mëdhaja me bo koncert në Prishtinë. Na kemi hap koncertin, kurse Sheki, basisti me grupin e vete, patën mbyllat koncert, e mes kanë qenë yjet ma të mëdhaja të Jugosllavisë, po. Qa të dikon. Po do me thonë, na jemi ballafaqu me kultura të ndryshme në muzikë, me konkurrencë direkte, me çdo gjë. Kemi shku çesharak, domethënë me dorë. Jo, jemi shumë përgatitën, kemi ushtruar shumë, kemi menduar çka po di. Mos po korrigj, mos po në atë kohë zërim prej Slovenisë patën pru. Ajo salla Tivoli ka qenë atje, patën pru prej atje, patën pru në Prishtinë. Domethënë, si 15 vjeçari, unë ballafaqu me një eksperiencë super profesionale të realizimit të një shout. Derisa Shqipnia ja ka nis brapa. Po mandej ata që kanë bërë ata kanë vrapu, jo vrapu, po sprint. Do me thoni kanë ngrapër me në zonë. Mirë, po prap nuk muim atë kapakun, po kthejmë gjithmonë te kapaku me anashkalu. Edhe ajo neve na ka dallu, që ajo eksperiencë, që ajo mënyrë çysh e kemi mendu, mënyra çysh e flasim, ka qenë shumë atraktive. Edhe kemi mri me një moment që ishtinëm edhe ata me e këndu slengun tonë, edhe me e këndu mënyrën çysh na flasim edhe sa që ka njëherë nuk pe di ku pingoj, ja bëj burimit të në ajuni a i të në, abëdin se... Po është edhe një fakt tjetër, Berat të e pas parasysh pjesën e qasaj që thash, sidomos në letave. Do me thonë, publiku i cili për shkak situatës, na kemi shumë njerëz që kanë migru jashtë Kosovar. Edhe në vitet e 90-ta nuk ka qenë si sot letë në aeroplanit në ardhë për një orë në Prishtinë, më këthit nesërva. Njerëz nuk kanë ardhur këtu me vite. Mos flas ata prej Amerikës, ka në vite që s'kan ardhur, se kanë vizituar dhe kanë qenë shumë më të ndihshëm ndaj muzikës edhe kulturës që kanë ndodhur këtu. Tash kur i shkuti me maj koncert, do me thonë kosovarët kanë qenë konsumues më të mëdhej të muzikës në diasporë. Ende ka me ajo traditë, do me thonë ende janë kosovarët përqindje shumë konsumues më të mëdhej të kulturës, koncerteve, çdo send që ndodh në Evropë apo në botë. Se për shembull njerëz të Shqipënisë, të cilët nuk e kanë shumë der. Nuk e kanë. Ka ardhur një artist shumë i famshëm, nuk e bojnë der. Shkon e shef një artist të momentit, po nuk është që i bën përshtypje. Për shembull ti më çu sot me shku një artist i joni i cili është me emën, me çu sot në Evropë, më një herë mbushet ajo. Po. Edhe do të thonë ka mbet ende ajo për këtë arsye që thash më herë. Edhe normalisht që edhe artistat e Shqipënisë janë mundu një farë forme me qenë sa më me neve, audienca ka qenë e cila ka konsumu edhe ende konsumon më shumë, edhe pse tash ja ka nis numrat me ndru ta quj, sepse Shqipënia shumë ja ka nis me konsumu muzikë edhe prej këtuit. Kështu që për fat mirë, unë gjithmonë e kom thonë, nuk mundesh me ndryshu kulturën, tavolin po bojmë mbledhje qeveritare dhe kena me ndryshu kulturën. Me vendim, Me vendim. Kultura ndryshohet praktikisht. Për shembull, gjithmonë e kom marrë shembull, nëse i quajmë na do fëmijë në Shqipëni, pse më quajnë shopping mall? Shojmë një shkollë, le të këndojnë, le ta bojnë një kor të përbashkët, le ta bojnë një shfaqje kulturë, ku më din Shkodër dikun.
apo në Durrës, apo dikun, një prezantim të përbashkët. Nuk ka si sen, nuk ndodhin ato sene. Ose e kundërta që edhe hiç së ndodh. Fëmijët e Shqipënisë me i pru në Kosovë. Bjeri, ku do, në Prizren Gjakov, në Prishtinë, ku do që bën, çashtu bëhet ajo lidhje, nuk bëhet ajo lidhje në unë e kumpru një vendet. Shumë mënyrë origjinale po lidhen fëmija me njëri tjetrin, në evrej me fëmijët mi ku shkoj, apo din? E kanë komunikimin shumë më normal se sa ka pas ta zonë baba jam ose unë pak më vonë, apo din u duft kogja me sforcime sana. Po edhe kanë qenë para gjykimit, çka ka ndodhur edhe para gjykimet në dy anë. Ai kemi thonë ai Shqipënisë, ka thonë ai kosovari. Domethënë se tuta tjetër. Nuk e kemi njohur njëri tjetrin, Berat, nuk e kemi njohur në një tjetrin. Na analiza atje me dy part kariku me plot para gjykimit edhe të dy part edhe mandej luftkaçën, një diçka. Ti më pse po neve? Ai më një herë ka linda ai më një herë ka pas vizë. Pak po jam u knoqa domethënë se për një mend tema na lodh me politikë. O zot i madh domethënë. O zot, është e pabesueshme domethënë sa shumë aty prodhojnë ngjarje politike për një vend kaq të vogël, domethënë është e pamundshme, si më thonë, kush o ka konsument ton këtë politikë nuk e di, po ka rrezik që kena me përfunduar çmendin ton. Këtë në fund, domethënë, po më intereson a zërme domethënë cilat janë 2-3 hitet më të rëndësishme që ti i vlerëson tuja, që kanë pas impakt. Unë s'kam me thonë numër cili është hiti ose kënga, mendoj se cila këngë që e kam prodhuar në jetë, se cila punë që e kam bërë në jetë, për mu është e jashtëzakonshme. Ka është në një moment që nuk e kam zonë më të mirën time, për çfarë do arsye, mirë po një pjesë dërmuese e atyre punëve e që janë shumë, edhe projekteve të cilat i kam punuar për fat mirë kanë qenë të suksesshme për publikun, po flas. Mirë po nuk e ngjej ashtu, pavarësisht që ajo është punë që ti si më thon ke punu shumë, edhe manej nuk publiku se ka prit çast që ty ta ka marrë mendja edhe janë ndërta, ka. Ka si ka si momente që ti e bën, nuk e pret, edhe publiku reagon shumë ashtu. Për atë arsye, po thon, për mua është me rasti që unë e ndi veten për shumicën e punëve të cilat i kam punuar në jetë, e ndi veten që jam jashtëzakonisht i lumtur edhe krenar me ato punë të cilat i kam punuar. Pavarësisht suksesit apo mos suksesit ta quaj komercial para publikut, po nuk edhe kur e kthej kohën mrapa në punë cilat i kam bë, e shoh që me të vërtet ju mundu me bë punë të cilat i rezistojnë. Janë thënë shumë artistat më punon me to. Po, me siguri edhe unë jam i zashëm. E di. Jo se e vërejta, domethënë e përmene Shkora Zisinanin, Gilin, Alma Bektashin, a janë a ke përmendja domethënë që ke pas lezet kur ke punu me këta njerëz? Jo, mërë ka artista sa dush, që tash koncertin e fundit që e kom bo me Dafina Zeqiri në Prishtinë kemi bo. A me Dafina? Ka qenë një koncert i jashtëzakonshëm, kun qenë cilësi. Sa të konë po më duket? Tash ftoft, ajo është diçka tjetër, ajo është po flas për pjesën muzikore, ka qenë diçka e jashtëzakonshme, kun qenë cilësinë e drejtorit artistik. Dafina është fantastike. Edhe ne kam pas një ekip e cila i ka pas 50 diçka njerëz. Një pjesë të tyre e madhe, si më thon 90% se kanë dëgjuar Dafinën kur tu këndu live. Po flas ekipi muzikor. Ekipi muzikor i fasionu gjatë provave. Po dese ekziston një përshtypje që këta njerëz janë vetë shtu. Po, shtu i sheti edhe ka talent, është vërtet ka talent. Do të thonë, na kemi shumë artista me të cilët kum bashkëpunu, nuk është shumë bera. Po gjithmonë e kum përmend, po e ri përsëris, është një njeri i cili me të vërtetë më kalon tepër përshtypje, në profesionalizmin tu e pas gjitha temën, tu e pas gjitha përvojë mrapa, ka qenë Invamula. Invamula. Po, do me thonë, është njeri jashtëzakonisht profesional. Do me thonë që në momentin e parë, kur kum punu me ta, kum mendu, po dhe emën i rëndësishëm. Shumë emën i madh, shumë ashtu, me thonë ka qenë totalisht e kundërta. Nga njëherë njerëz të befasojnë. Ka edhe njerëz... Po kja justifikon suksesin e saj, dhe më thonë se... Që të është eti... Që të që po thonë, edhe për Dafinën herën e fundit që e kemi bo këtë punë. është për shembull artiste e cila e ka bo një sukses, nuk e ka bo rastisht. Për shembull këngën e parë me Ylli Manin kur i kemi punu, e ka punu me mu. Ylli fantastik. Tash është ku është Ylli. Ylli fantastik. Te ke bot parë. Po, kemi punu ja ku më orkestru. Do me thonë me duhet ke punu kur kon këtu vogël, se më thonë se ajo s'ka rame. Jo, se m'ka ra, se ka qenë shumë e vogël. Shumë e vogël. Fakt,
kem pas nis diçka me bo, po me duken gjithmonë kena qenë hajtë se vjen një moment. Edhe kem pas lënë në atë kohë. A ylli kongën e parë me ty e ka? Po e kemi, domethënë ja kom orkestru kongën e parë për sy. Ja lëshin, domethënë pe këtyre këngëtarë. Kështu që ato po them, janë njerëz që nuk është pse duhet Florenti me thonë X-i apo Y-i. Po. Këta vetë kanë dëshmu me punën e vetë. Muj me harru, kum bashkëpunu me qindra njerëz, domethënë kom plot artista me cilë kum bashkëpunu me albumet tana, me punët e tana, mirë po, domethënë se cili që e ka arrit suksesin nuk, edhe kjo është diçka që në fund nashta munde me e cekë, për mbledhje, sepse shumë njerëz thojnë, ose dojnë me dalë për para, ose pse ki përmend, ose se ki përmend, ose pse puna jeme është Florenti mirë, apo individi, apo tjetri. Nuk e bën fjala gojës njerin në punën kreative, e bën mirë, apo i suksesshëm, apo jo suksesshëm. E bën puna vetë, qofse një njeri ka arrit me pas një sukses, hekja kapuçi. E vërtet. Ai dyqysh atë sukses nuk e ka bo me fjalë. Sukses e ka bo me shumë punë, me shumë mundi, me shumë njerëz. Kush do qoftë, ai është i ri, ai vjetër në treg muzikor, çka do qoftë, e ka bo me shumë punë. Unë njëjtë kum punu shumë për me arrit një sukses. Nuk ka arrit ky sukses brenda natës edhe tu nejtë në shtëpi, tu fshirë Netflix. Tu isha i tjerë. Tu isha i tjerë. Po do me thonë edhe kjo më rinte ajo që e patëm bisedën ma heret, sa jemi na të gatshëm si shoqëni për kritik edhe të sende tjera. Fra këshilla ki Florent për ata që dojnë mu marrë me muzikë, që mundin më kontë në angu që tashte. Më thonë, qysh fillon, çka është këshilla jote për ta? Shumë njerëz më kum punu, për fat mirë kum punu, edhe për fat mirë janë fakte që shumë artista kanë fillu me mu, që kanë shumë emër. Edhe ende kur të vinë artista të ri, është gjithmonë një njëjti tregim. E vërtet. Qofse me të vërtetë dën muzikën, sepse ka dy lloj njerëzve, ka njerëz që e dojnë muzikën, e kanë pasion, e dojnë me shpirt, edhe janë të talentum, ka edhe njerëz që muzikën e bojnë për një arsye tjetër. E vërtet. Edhe këta e kanë mirë. Ta se kanë keq. Edhe këta që e bojnë për një arsye tjetër, ta se ka keq. Ka ai në diçka në mendje të vet, shumë mirë për ta. Mirë po, ideja është që nëse ti don me mri dikun, pikës A dhe B, se ka taku shumë njerëz të talentum, të cilët nuk kanë punë. E vërtet. Edhe kanë met këto te pika A. Ka njerëz prej talent kjo po. Ka njerëz prej këtyre që e bojnë për arsye tjetër. Jo pse ai ka para diçka. Jo, ai ka një konsistencë në punën, edhe qëndrimin, edhe ato që ai po don me bo me muzikë, që sheshe muzikën. Edhe ai ka mbritë B-a te C-a. Mandej njerëz thonë po prit s'është i talentum. Po ky i talentumi, ky po rrin po këshyrin në Netflix. E vërtet. Nuk po beson edhe pishan tjerë, edhe nuk po beson në kvalitetin e tij, nëse ti beson në kvalitetin e ton. Çu merre një Po. Lopat, që gjithmonë e ma shembull, nëse shtoja nisi me grupu, amrim deri te Grandi, deri në Gërmi, zoti e din ku. Po dikun kemi mrin. Po nëse punon, dikun mrin, po nëse rrenti tu i shajti se pe presim një bagere, jo ne se di ku dalëm. Mos janë hiç. Mandej muzika nuk mundesh me mendu spako, nuk u mendu kurrë për muzikë në anën komerciale. Unë moj familje që 40 vjet prej muzikës. Paguna për punën cilën e mbaj. Mirë po, muzikën kurse kum shiku si biznes. Këtë shok për rreth i kam biznesmena, milionera, të në më thojnë që atëri që një të bëllë në lodhe, që hajde puna në i sedë. Edhe pëse Eroldit ja ke bo një kongë. Po, se Eroldin e kam edhe kumare, kam shok të shumë të hershëm, do me thonë... Fantastike, që djevër mena. Edhe e du shumë, edhe e kam shumë të afert, edhe e kam shumë shok. Do me thonë, ajo ka qenë... Okej, mas jo këthim të Erolli. Erolli kemi bo bashkë... Unë ja të klipin dhe vëdhona... E kemi bo videofestin edhe kemi bo shofestin bashkë. Edhe jemi shok me sa vite, edhe do me thonë, edhe kam ku marrë qikës. Thjesht e kam si pjesë të familjes. Erolli gjithmonë ka thonë, pa ma i kam. Edhe dhe shave mos e më latë, mos e më shurda. Qfar kongë e ty? Edhe me një moment, erda pet, kur e hapa studion, ta pëdu kongë. Thash vallaj, edhe unë i poshtë i botës që s'ta bëj një kongë. Edhe se që sa vjetë, si më thonë, 20 e kusur vjetë, po bëj unë se ku marë seriozisht. Po dikur tash, okej, abdo me këmë. Po dënë kongë. Që ku e ki? E admiroj dhe me thonë atë qysh e përjetën botën e Erollit, dhe me thonë pa. Qëre, njeri përmbushet me gjithë shka. Eroll. Po, të duam. Të duam.
njeri përmbushet me gjithçka. Dikush përmbushet me muzikë, dikush shkon e blen një kerr, dikush e blen një motor, dikush shkon ku po di unë një pushim, dikush do me bo diçka që i duket interesant me sfidu veten. Moskov në Taiwan shta, zot po e din ku është në këtë moment. Do me thonë njeri ka çka do që e përmbushe një jetë edhe unë nuk e paragjykoj, sidomos një dikon që e njeh shumë mirë edhe që e kam të afërt. Mirë po edhe dikon që se njeh, për atë arsye po kthejmë prapë te tema. Këta të cilët mendojnë muzikën ndryshe, si biznes, ose çka po diun si përfitim, nuk e paragjykojnë në asnjë mënyrë. Sepse kur nuk i dihet ku mundet ai me mri, ai mundet ndoshta me kontribu shumë më shumë se dikush që është i talentuar i cili nuk jep kur gjëç. A detyrohesh në herë se më thonë më koni sinqert me bashkëpunëtor? Po, ka ndodhur. Më ka ndodhur gruaja jeme më thot ti si e Zoti më vendos me thon diku ja kënon ky as kënon ky. I thon unë mos më kon Zoti më thon, e jam jashtë me qenë sinqert. Për mua pe filmave më të mirë që është e zhondrit tonë, po besoj është Whiplash. Whiplash, po. Domethënë ai është rigid, ai është i poshtër, po është i sinqert, domethënë. Është absolut, unë prap jam, qëre, Whiplash është diçka që është 50-50. Po, veç ajo është. Mirë, po, ka momente që ka edhe filma tjera, se ka momente ku njerëz e shtin me e desht muzikën. Edhe e shtin me pa muzikën, në kretë këtë bisedë që e bumë sot, e shtin me pa si diçka shpirtnore. Jo si diçka që e bën materiale, jo si diçka që të bjen një përfitim. Që e bëj një shok përfitimi ka me emnin ai ngon mas materiale shumë ja bëj. Menoja më pak shpirtnore, nam të përmend miliona. Ajo vjen, nëse ti punon, nëse ti e bën një sukses, berat ajo ka me ardhur, domosdoshmërisht. Sepse edhe dikush që të pyet, një kamarier që të pyet apo doni Coca-Cola apo ne diçka pa kry një shërbim më të madh, ka mu pagu. Edhe ti mu pagu për një shërbim cilin e bën. Mirë, po teoria, po absolutisht. Ja mua më bën ai shoku thotë se unë si më thon një video me prodhu, çito që i baj ka 6-7 minuta që i bëj si video editoriale. E ai më bën thotë ku 3 orë i hupe a disa parë ti kishim fitu dikë jeps. Po varet çu shef jetën. Unë në familje kam. Kretë familja praktikisht edhe grunë kam njerit muzikës, cila ka kryer edhe pjesën e muzikës, çikën e madhe Luise nuk kam në Amerikë për muzikë, e vogla nuk don muzikë. Se don, a? Jo, edhe pse është shumë e talentuar dhe ka shije edhe çika vogël për shembull mirret me gjuhë japoneze, po tash B2-shin ashtu e kry. Po, domethënë merret me kulturë japoneze, merret me shkruan, shkon për klube këtu që kanë ambasada e Amerikës për shkrim, përse domethënë shkret out. Edhe në kretë këtë familjen që e kemi, domethënë kretë jemi njerëz kreativ. Okej. Edhe asnjëri prej tyre as nuk i kemi shtys, pse po e them këtë është që nuk i kemi shty as fëmijët me qenë në pjesën materiale, është shumë e rëndësishme pjesa materiale. Mirë po pa diskutim. Mirë po unë gjithmonë besoj, si familje besojmë që ajo punë vjen kur ti punon. Fakt. Nuk ka çfarë partë. Nëse këto e bën më së miri, kjo ka marrë më shumë, edhe ka marrë më mirë. Nëse e bën në formë mesme, nuk kemi qenë i lumtur, nuk kemi qenë i klasë. Çfarë që e përmend, domethënë, se më rëndësishëm për mua, se donë me fëmijë kur folja, do të them çfarë. Më koni lumtur më e rëndësishme. Absolutisht. Domethënë se është një farë studimi që përmend shpesh në Amerikë, o kanë bë sa parë i mjaftojnë një njeri, domethënë, që më koni lumtur. Edhe ata kanë një farë analizë, është bodi konsiderohet $80,000 në vit. Për $80,000 nuk të bëjnë më të lumtur. Domethënë deri $80,000 ka nevojë. Jo një pushim janë. $80,000 ma ne i brej nga ki, domethënë se nuk është ti, domethënë tash bona më i lumtën se Elon Musk nuk është më i lumtën në botë. Ai bëhet. Absolutisht e ka thonë edhe vetë. Ai e thonë edhe vetë. Është edhe një gazetar, është shkencëtar, është një farë Lex Friedman, është shumë i zoti, i bën do podcast, ai ka bën me Narendra Modi, me Katie ban. E ai kanë herë ka të pikjada, domethënë ai shkruan apo den, thotë jam për tokës, po më ai ka parë boll, domethënë parja nuk është sani që e plotson lumturinë. Mirë mos më hek njëri se unë gjithmonë them krimtari, sidomos krimtari punën cilën e bëj. Unë s'kum lexu, besoj që mjaft kum lexu, po s'kum lexu ala dikush që thot u shkuan Vorreza, kanë qenë Dragodan edhe i kalon 7 shtëpia, 5 kerre, 2 milion bankë. Po di, o kilon diçka në vepër të mirë, kilon diçka ose kilon mrapa si krimtari, sidomos kur jemi pjesën kreative ose kilon kurxheç. Domethënë po i kilon çato miliona sende. Na murën qof pak edhe rrjetet sociale, domethënë ashtu se e përmend edhe pak apo din se në vende të tjera kanë filluar mi ndal për rinin apo din s'po Po është influencë e madhe, është influencë
njerëz dojnë me u bo, e shë dikon edhe mendon që donë me u bo si individi, si x individi. Shumë sende, për shembull në kompani herë një video që më ka bo shumë përshtypje, një Afrikan me familje, e ka bo një G-class prej kartonave pisene, kishti familjen, po që kam ka bo tepër përshtypje, ishte a i kjere ishte të meri zotit, do më tonë ishte katastrofë që shë ka maru. Po a ishte me babën e vetë, grunë edhe disa fëmijë mrafa. Njerëz ma të lumtë në ftyrë, nuk kum pa, ata u knaqen, keshin, hajnë, bojnë qef, knojnë njerëz, që edhe në Itali ku shkanë, ke pa dhe italiani, që janë si popull. Didi, Allegro. Hajnë, pinë, bojnë qef, në i zgat dreka. Na hajnë në kom, ka dole me pushot. Hajtë se kom një punë, prit pak. Dhe me thonë, mande e shojmë, na nuk e kuptojmë një sen, shumica nuk e kuptojmë, për shemë, ne jetojmë formë fantastike. Shkote New York, ki brengen shumica, kanë brengen e qeras, s'kemi qera, që shkon të baba, dhe mos me pas me pagur. Nesër me met pa punë që aty të vjelë. Shkon që aty, trenë që aty dhe jenë regull, dhe kërkusht edhe të nimojnë. Hajtë provo New York, si këtë. E vërtet. Dhe me tonë ku shumica dërmu se duen me pagu qeran, këta. I vetëmi sen që mu më brengos në Kosovë është që shëndetësia, për fat keq, është një pikë e cila mu i me thonë 90% e populatës në Kosovë, mos e që zëtë diçka me të ndodhë, 90% nuk unë i bo balë, ose dush me falementu kretë që ka ki ndërtu në jetën tone, me i shqit për një shërim apo për një diçka që i vinë. Po për fatë mirë, jemi njerës që jemi solidarë dhe ndimojnë një tjetër. Sani që është ma... Kërë sani ma i keqë që më pengon në Kosovë. Sani që është ma i keqë është sa ko të hapësirës publike na të i konsumu për debate të kota, dhe më thonë të ski troh edukimi për shëndetin e njeriu, do më thonë. Na nuk jena të vetëdijshëm sa pak duhet, si më thonë, aktivitet që me parandalu shumë probleme që ty të kushtojt shumë ma shumë. Po ku me i bo këtu muhabetet që këtu dush me pas një qapo dijone, do më thonë një ministra, një kryeministra, një lider partije që dush me folë, si më thonë all over again, për i fillimit a një herë. Qashtu. Do më thonë, najna t'i folë për këtë kushtetut, bën t'i be kushtetuta është 50.000 faqe, dhe më një kushtetut e thjesht, na nuk e di na hala sët me na vetë, që sët me na vetë, nesër kalon a fati, na kërkush nuk e din saktësisht kur du të më shkumtar shtatë zedhit, jashtë zakonshme. Unë nuk e di, vetë vërtet, prapo e ripërsëris, nuk jam njeri politikës, nuk jam njeri që... Po s'lojna më na imi politikës. Mirë po anën tjetër, deshtës, është pjesë e sistemit politikë. Ose e viktime politikës, ose e abuzus politikë. Ta ndryshon jetën, ta ndryshon sistemi politikë, ta ndryshon jetën në këtë vend. Deshtës. Kështu që e duesh zdeshte, s'ki qare pa qenë pjesë asaj. Në shumë pak folën për politikë, dhe më thonë... Po, mirë po, në politikë, pra po thëmë, ka njerëzit e marrin një përgjithësi. Qofse e merrat përgjithësi, mirë kështë qenë me e kry. Do me thonë edhe me mendu që ka njerëz në politikë që edhe i kum njoftu vetë tjerë zakonshëm, sinqerisht po thëmë. Me vizion, me punë, me çdo sen që kanë kontribu, që kanë bo, sot dush për i tëmë. Shtyrja një agende i natëve problemeve, qatë që jemi vend i vogël. Po i qëndrën... Qatë që jemi vend i fukara në anën tjetër. Do me thonë që ne mendojmë që kemi shumë sende, po kemi qatë shumë probleme banale. Qështu të klime, ku njëni tjetët janë zirëm personalitetin më të keqin që e kena. E s'kemi nevoj, nuk kemi nevoj me bo, është mendoj që na jemi me një pikë me zhvillu. Dikon, një shkrim që e lexova dikon në media tash, fliste për njënin për politikanëve, që e kishtë njoft jashtë jetës publike, nëse s'gaboj për Trumpin, ke janë i pikë të në autorve, ta shtregojt të thështë, qëre, po du me glorifiku, thështë, por nuk ka lidhje personi privat me ato që ka njënin publik. Absolutisht. Dhe më thonë, privatisht, njëri fajnë. Absolutisht. Dhe më thonë, komplet. E ka një punë, një përgjithësi. Po ma nena, kur aj tjetëri, këtë tjetëri edhe ti del, apo ti në dhe bosh, një falë tipi që as vetja së të pëlqen, po ta vetë, që më thonë, incidentin, apo din, veç kur e shet që përfshi dikon, thush qka jam ka baj, mëra, apo din, po s'jam unë e që kë. Si të qoftë? Florent, shumë falenderit. Falenderit shumë i ratë. Gati 2 ore kena bo bisedën. Falenderit shumë pas këmë folë. Po kam insistu, dhe me thonë, me ngru temën e debatit politik, edhe me shku ka kultura, dhe kja sane, pra, absolutisht inderum që të pota këtu. Falenderit shumë i ratë. Safir. Falenderit shumë, e respektoj shumë, e dërsoj shumë. Edhe po uroj që kjo që ka kinis me ndryshu pa këtë klimin e debateve politike,
me kthy jo vetëm në debat kulturor dhe muzikor, po shpresoj që me hap rrugën edhe për ngjarje shumë të mëdha kulturore në këtë vend, se sidomos argëtuese kulturore, edukative në për institucionet tona. Mos me qenë vetëm koncerte i muzikës klasike dhe me na përmbush ajo si kulturë, po me pas koncert prej dervishaqës, rizablatës, deri te artistat ma moderne, ma kohës që kemi. O, dhe më thonë që ta shket një fund, po s'kam qare pa përmena, përdin se unë e bëjsha share ka pak në rrjetet sociale të atë folklorit, edhe e pash Florentin Manej, edhe ma legjitimoj, përdin e pash që s'kop në të bo keq, përdin që jam e bëj, se të isha jam fut me një rafsh, përdin që s'ban, po jo, bile kemi folë edhe për atë dëbirin e të bive të safe. Po, absolutisht. Dhe vetë i shprendoj ka njëherë, edhe vetë prapë thash nështë o mundova dhe me spjegu, jo sërtë veç arsyeja, po është me të vërtet aja çka unë mendoj edhe çka respektoj, edhe çka vlerësoj, çka ata njerëz kanë përfaqësuar, çka kanë bërë dhe çka kanë bërë. Fantastik. Florent Boshnjaku, miq, institucioni muzikës, i kulturës në përgjithësi, kena me pas mysafir, nëse jo vazhdimisht njëjtit nivel, pak a shumë të kësaj fushë, edhe me diskutu për tema përtej politikës edhe përtej këtyre temave toksike.